Në arkivat e Kuvendit të Shqipërisë ekziston një dosje me kodin KVDASH-928-për që nuk duhet të ekzistonte kurrë. Brenda saj gjenden shënime të shkruara me dorë nga disa deputet të Partisë Socialiste, lista me emra që ishin diskutuar si kandidat alternativ për president dhe diçka shumë më shqetësuese. Një plan detajzues se si opozita mund të bllokonte zgjedhjen e çdo kandidati të propozuar nga mazhoranca. Por në mëngjesin e 25 qershorit 2012, kur Bujar Nishani u zgjodh president i Republikës së Shqipërisë, kjo dosje u mbyll papritur dhe u dërgua në arkiva. Kush dha urdhrin që ky plan të braktisej? Pse opozita vendosi të mos votonte fare, në vend që të përdorte strategjinë që kishte përgatitur me kujdes? Dhe më e rëndësishmja, çfarë u premtua atë natë që ndryshoi gjithçka? Në dhomën 125 të Pallatit të Kongreseve, vetëm disa orë para votimit, një takim i fshehtë po zhvillohej midis tre figurave kyçe të politikës shqiptare. Asnjë gazetar nuk e dinte për këtë takim. Asnjë kamerë sigurie nuk e regjistroi atë. Por tre ish-këshilltar politik që ishin pranë atyre dhomave atë natë, tani flasin për herë të parë. Ata tregojnë se në atë takim u diskutua jo vetëm fati i zgjedhjeve presidenciale, por edhe një marrëveshje që do të ndikonte në politikën shqiptare për vitet në vijim. Një marrëveshje që Bujar Nishani ndoshta nuk e dinte fare që ekzistonte. Një marrëveshje që e bëri atë presidentin më të pazakont në historinë moderne të Shqipërisë. Imagjinoni që jeni në mesin e një betejë politike ku çdo lëvizje është planifikuar me muaj. Keni strategjinë, keni numrat, keni mbështetjen ndërkombëtare. Por pastaj, në orët e fundit, dikush ndryshon rregullat e lojës. Jo me forcë, por me një telefonat. Jo me kërcënime, por me një premtim. Kjo është historia e natës kur Bujar Nishani u bë president. Një natë kur shumë njerëz menduan se e dinin çfarë po ndodhte, por vetëm pak e dinin të vërtetën. Një natë kur fati i një vendi u vendos jo në sallën e Kuvendit, por në dhomat e errëta të pushtetit. Çfarë ndodhi vërtet atë natë? Kush ishin lojtarët e vërtetë? Dhe pse Bujar Nishani, një emër që pak ditë më parë askush nuk e kishte në listën e tij, u bë zgjedhja finale? Për të kuptuar atë natë, duhet të kthehemi pak më prapa. Në fillim të vitit 2012, Shqipëria ishte në një krizë politike të thellë. Presidenti Bamir Topi po i afrohej fundit të mandatit të tij dhe procesi i zgjedhjes së presidentit të ri ishte kthyer në një fushë betejë. Partia Demokratike, e udhëhequr nga Sali Berisha, kishte mazhorancën në Kuvend. Partia Socialiste, e udhëhequr nga Edi Rama, kishte vendosur që të mos bashkëpunonte në asnjë mënyrë. Çdo propozim që vinte nga mazhoranca takonte menjëherë refuzimin e opozitës. Por kjo nuk ishte thjesht një mosmarrëveshje politike. Kjo ishte një luftë për të ardhmen e vendit dhe të dyja palët e dinin atë. Në muajin prill të atij viti, Partia Demokratike filloi të testonte emra të ndryshëm. Emra që mund të merrnin mbështetjen e opozitës. Emra që mund të shihnin si figura konsensuale. Por çdo emër që propozohej takonte të njëjtin fat, refuzim të menjëhershëm nga Partia Socialiste. Disa burime brenda Partisë Demokratike tregojnë se në ato javë u diskutuan më shumë se 10 emra të ndryshëm. Disa ishin figura të njohura publike, të tjerë ishin teknokratë dhe disa ishin edhe diplomat me përvojë ndërkombëtare. Por asnjë nuk arriti të kalonte testin e parë, pranimin nga opozita. Pse? Sepse opozita kishte vendosur një strategji të qartë, të mos lejonte që mazhoranca të zgjidhte presidentin e ri pa u konsultuar me ta. Dhe kjo strategji po funksiononte. Në fillim të muajit maj, situata u bë edhe më e tensionuar. Partia Socialiste njoftoi zyrtarisht se do të bojkotonte çdo votim për president nëse kandidati nuk ishte rezultati i një konsensusi të vërtetë. Kjo do të thoshte se mazhoranca do të duhej të gjente 120 vota në Kuvend për të zgjedhur presidentin e ri. Një numër që Partia Demokratike dhe aleatët e saj e kishin, por me një diferencë shumë të vogël. Çdo deputet që mungonte, çdo vot që humbej, mund të bënte që zgjedhja të dështonte. Dhe nëse zgjedhja dështonte 3 herë, atëherë Kuvendi do të shpërbëhej dhe do të shkohej në zgjedhje të parakohshme. Diçka që Sali Berisha nuk e dëshironte as pak në atë moment. Pse? Sepse sondazhet po tregonin se Partia Socialiste po fitonte terren. Sepse ekonomia po vuante. Sepse ndërkombëtarët po bënin presion për reforma. Një zgjedhje e parakohshme mund të ishte fundi i qeverisë së tij.
Në këtë kontekst, emri i Bujar Nishanit nuk ishte fare në listën e parë. Ai ishte ministër i brendshëm në atë kohë, një pozicion të rëndësishëm, por jo një figurë që konsiderohej si kandidat natyror për president. Nuk kishte karizëm të madh publik. Nuk kishte një bazë të gjerë mbështetjeje. Nuk ishte një emër që opozita do ta pranonte lehtësisht. Por kishte diçka që e bënte atë të veçantë, ishte besnik ndaj Sali Berishës. Ishte dikush që nuk do të sfidonte kurrë kryeministrin. Ishte dikush që do të ishte një president i qetë, i parashikueshëm, i kontrolluar. Dhe në atë moment, kjo ishte saktësisht ajo që Sali Berisha kishte nevojë. Por si arriti emri i Bujar Nishanit të bëhej zgjedhja finale? Kush e propozoi atë? Dhe më e rëndësishmja, si u bind opozita të mos e bllokonte zgjedhjen e tij? Këto janë pyetjet që kanë mbetur pa përgjigje për më shumë se një dekadë. Por tani, me hapjen e disa arkivave dhe me dëshmitë e atyre që ishin brenda dhomave të pushtetit, po fillojmë të kuptojmë se çfarë ndodhi vërtet. Dhe historia që po del në dritë është shumë më komplekse dhe më intriguese se sa dikush mund ta kishte imagjinuar. Në fillim të muajit qershor, Sali Berisha thiri një takim të ngushtë me këshilltarët e tij më të besuar. Në atë takim ishin vetëm 5 njerëz. Asnjë prej tyre nuk ka folur publikisht për atë që u diskutua atë ditë. Por një burim që ishte jashtë dhomës, por që dëgjoi pjesë të bisedës, tregon se Berisha ishte i frustruar. Ai kishte provuar shumë emra dhe asnjë nuk kishte funksionuar. Ai kishte nevojë për një zgjidhje të shpejtë. Ai kishte nevojë për dikë që mund të zgjidhej pa shumë dramë. Dhe dikush në atë dhomë propozoi emrin e Bujar Nishanit. Jo si zgjedhja ideale, por si zgjedhja pragmatike. Si zgjedhja që mund të funksiononte. Por kishte një problem. Opozita kishte bërë të qartë se do të bojkotonte çdo kandidat që vinte nga radhët e Partisë Demokratike. Bujar Nishani ishte jo vetëm antar i Partisë Demokratike, por edhe ministër i brendshëm, një pozicion që e bënte atë një figurë shumë politike. Si mund të zgjidhej ai pa mbështetjen e opozitës? Si mund të sigurohej që votimi të kalonte pa probleme? Këto ishin pyetjet që Sali Berisha dhe ekipi i tij duhet të gjenin përgjigje. Dhe përgjigja erdhi nga një vend i papritur, nga jashtë Shqipërisë. Në atë periudhë, Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës po bënin presion të madh mbi Shqipërinë për të zgjidhur krizën politike. Ambasadorët e vendeve perëndimore po takoheshin rregullisht me liderët e të dyja palëve. Po kërkohej një zgjidhje që do të sillte stabilitet. Po kërkohej një president që nuk do të ishte burim i mëtejshëm i konfliktit. Dhe në këto takime, emri i Bujar Nishanit filloi të përmendej si një mundësi. Jo si zgjedhja më e mirë, por si zgjedhja më pak problematike. Si dikush që mund të pranohej nga të dyja palët, edhe nëse asnjëra nuk ishte entuziaste. Por si arriti ky mesazh të përcillej te opozita? Kush foli me liderët e Partisë Socialiste? Dhe çfarë u tha atyre që i bindi të mos bojkotojnë votimin? Këto janë pyetjet që na çojnë në natën e 24 qershorit, një natë që do të ndryshonte gjithçka. Një natë kur në dhomat e errëta të pallatit të kongreseve, larg syve të publikut, po ndodhte diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Një natë kur fati i Bujar Nishanit po vendosej jo nga deputetët, por nga forcat që lëviznin në hije. Në mbrëmjen e 24 qershorit, pallati i kongreseve ishte i mbushur me gazetar, me deputet, me vëzhgues ndërkombëtar. Të gjithë prisnin të shihnin se çfarë do të ndodhte. A do të votonte opozita? A do të kishte mjaftueshëm vota për të zgjedhur presidentin e ri? A do të shkonte vendi drejt një krize të re kushtetuese? Tensioni ishte i prekshëm. Por në disa dhoma të vogla në katin e dytë të pallatit, larg zhurmës dhe kamerave, po zhvilloheshin biseda që askush nuk i dinte. Biseda që do të përcaktonin rezultatin e votimit të nesërm. Një ish këshilltar i Partisë Socialiste që tani jeton jashtë Shqipërisë dhe që ka rënë dakord të flasë me kusht anonimiteti, tregon se atë natë ai mori një telefonat të pazakontë. Telefonata vinte nga një figurë e lartë e Bashkimit Evropian që ishte në Tiranë për të monitoruar procesin. Personi në telefon i tha se kishte një mesazh të rëndësishëm për t'i përcjellë lidershipit të Partisë Socialiste. Mesazhi ishte i thjeshtë por i qartë: nëse opozita bojkoton votimin dhe shkakton një krizë të re kushtetuese, atëherë Shqipëria do të humbas çdo shans për të përparuar në procesin e integrimit evropian. Do të ketë pasoja të rënda ekonomike. Do të ketë izolim ndërkombëtar.
Dhe përgjegjësia do të bjerë mbi opozitën. Ky mesazh nuk ishte një kërcënim i drejt për drejt, por ishte mjaft i qartë. Ndërkombëtarët po bënin presion që procesi të përfundonte pa krizë. Dhe ata po i bënin të qartë opozitës se bojkoti nuk do të ishte në interesin e vendit. Por a ishte ky presion i mjaftueshëm për të ndryshuar vendimin e Partisë Socialiste? A ishte kjo arsyeja e vetme pse opozita vendosi të mos bojkotonte votimin? Apo kishte diçka më shumë që po ndodhte në ato dhoma të errëta? Një tjetër burim, një ish deputet i Partisë Demokratike që ishte pranë procesit, tregon një version tjetër të historisë. Sipas tij, atë natë u zhvillua një takim i fshehtë midis përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe disa figurave kyçe të Partisë Socialiste. Në atë takim nuk u diskutua vetëm për zgjedhjen e presidentit. U diskutua për diçka më të gjerë, për një marrëveshje që do të sillte qetësi politike për muajt në vijim. Një marrëveshje që do të përfshinte koncesione nga të dyja palët. Një marrëveshje që do të garantonte se opozita nuk do të bojkotonte votimin dhe në këmbim, mazhoranca do të bënte hapa konkret në disa çështje që ishin prioritet për opozitën. Çfarë përfshinte kjo marrëveshje? Sipas këtij burimi, një nga pikat kryesore ishte reforma zgjedhore. Partia Socialiste kishte kërkuar prej kohësh ndryshime në ligjin zgjedhor që do të garantonin zgjedhje më të ndershme. Partia Demokratike kishte rezistuar këto ndryshime për vite. Por tani, në këmbim të zgjedhjes së Bujar Nishanit pa bojkot, Sali Berisha po pranonte të hapte diskutime serioze për reformën zgjedhore. Kjo nuk ishte një premtim i shkruar. Nuk ishte një marrëveshje zyrtare. Por ishte një kuptim i heshtur midis dy palëve. Një kuptim që do të lejonte që procesi presidencial të përfundonte pa krizë. Por a ishte kjo e vërtetë? A kishte vërtet një marrëveshje të tillë? Apo ishte thjesht një teori konspirative që qarkullonte në korridoret e pushtetit? Për të kuptuar të vërtetën, duhet të shikojmë se çfarë ndodhi në muajt pas zgjedhjes së Bujar Nishanit. A u hap vërtet diskutimi për reformën zgjedhore? A mbajtën të dyja palët premtimet e tyre? Apo ishte gjithçka thjesht një lojë për të kaluar momentin e vështirë? Në mëngjesin e 25 qershorit, kur deputetët u mblodhen në sallën e kuvendit për të votuar, atmosfera ishte e çuditshme. Opozita ishte atje, por nuk po votonte. Ata ishin vendosur të mos marrin pjesë në votim, por as të mos e bojkotonin plotësisht procesin. Ishte një pozicion i ndërmjetëm që lejonte që votimi të zhvillohej, por që gjithashtu i jepte opozitës mundësinë të thoshte se nuk e kishte mbështetur kandidatin. Ishte një lojë e hollë politike që lejonte që të dyja palët të shpëtonin fytyrën. Kur filloi votimi, ishte e qartë se Bujar Nishani do të zgjidhej. Partia Demokratike dhe aleatët e saj kishin numra. Nuk kishte surpriza. Nuk kishte dramë. Ishte një proces teknik që përfundoi brenda disa orëve. Në orën 11:35 të mëngjesit, Bujar Nishani u shpall president i ri i Republikës së Shqipërisë. Ai mori 125 vota, saktësisht numrin minimal që nevojitej. Asnjë vot më shumë, asnjë vot më pak. Ishte një rezultat i përsosur matematikisht, por që linte shumë pyetje pa përgjigje. Pse opozita vendosi të mos bojkotonte? Çfarë u premtua atyre? Çfarë ndodhi në ato dhoma të errëta natën para votimit? Këto janë pyetjet që vazhdojnë të mbeten pa përgjigje edhe sot. Por një gjë është e qartë, zgjedhja e Bujar Nishanit nuk ishte një zgjedhje e rastësishme. Ishte rezultati një procesi kompleks negociatash, presionesh ndërkombëtare dhe marrëveshjesh të fshehta. Ishte zgjedhja e dikujt që nuk duhej të ishte president, por që u bë president sepse ishte zgjidhja më pak problematike në një moment krize. Në ditët pas zgjedhjes, Bujar Nishani dha pak intervista. Ai foli për përgjegjësinë e madhe që kishte marrë përsipër. Ai premtoi se do të ishte presidenti i të gjithë shqiptarëve. Ai tha se do të punonte për të sjellë bashkimin dhe stabilitetin. Por në fjalët e tij kishte diçka që mungonte, entuziazmi. Ai nuk dukej si dikush që kishte fituar një betejë të madhe. Ai dukej si dikush që kishte pranuar një detyrë të vështirë që nuk e kishte kërkuar. Dhe ndoshta kjo ishte e vërteta. Ndoshta Bujar Nishani e dinte se ai nuk ishte zgjedhja e parë. Ndoshta ai e dinte se kishte qenë zgjedhja pragmatike, jo zgjedhja ideale. Por çfarë mendonte vetë Bujar Nishani për gjithë këtë proces? Si e kishte përjetuar ai natën para zgjedhjes? A e dinte ai për takimet e fshehta?
A e dinte ai për presionet ndërkombëtare? A e dinte ai për marrëveshjet që ishin bërë në emrin e tij? Këto janë pyetje që vetëm ai mund t'i përgjigjet. Por ata që e njohin nga afër thonë se Bujar Nishani ishte një njeri i thjeshtë, i përulur që nuk kërkonte vëmendjen. Ai nuk ishte një politikan me ambicie të mëdha. Ai ishte një teknokrat që kishte shërbyer me besnikëri në pozicione të ndryshme. Dhe tani, papritur, ai gjendej në pozicionin më të lartë të shtetit. Në javët e para të presidencës së tij, Bujar Nishani u përpoq të krijojë një imazh të pavarur. Ai takoi lider të opozitës. Ai foli për nevojën e dialogut. Ai u përpoq të tregojë se nuk do të ishte thjesht një kukull e Sali Berishës. Por shumë shpejt u bë e qartë se hapësira e tij për të vepruar ishte e kufizuar. Çdo deklaratë e tij monitorohej nga Partia Demokratike. Çdo lëvizje e tij analizohej nga media. Çdo vendim i tij vlerësohej nëse ishte në linjë me interesat e mazhorancës. Ai ishte president, por nuk kishte pushtetin real që vinte me atë pozicion. Kjo situatë krijoi një paradoks të çuditshëm. Bujar Nishani ishte presidenti më i dobët që Shqipëria kishte pasur në dekada, por gjithashtu ishte presidenti që shkaktoi më pak kontroversë. Ai nuk hyri në konflikte të hapura me qeverinë. Ai nuk u përpoq të zgjerojë kompetencat e tij kushtetuese. Ai nuk bëri deklarata të forta që do të shkaktonin reagime. Ai ishte një president i qetë, i parashikueshëm, i kontrolluar. Saktësisht ajo që Sali Berisha kishte dashur. Por a ishte kjo ajo që Shqipëria kishte nevojë? Në muajin shtator të vitit 2012, 3 muaj pas zgjedhjes së Bujar Nishanit, filluan diskutimet për reformën zgjedhore. Partia Demokratike dhe Partia Socialiste ulën në tryezë për të biseduar për ndryshimet në ligjin zgjedhor. Ishte kjo prova se kishte pasur një marrëveshje të fshehtë? Ishte kjo përmbushja e premtimit që ishte bërë natën para zgjedhjes së presidentit? Apo ishte thjesht një përpjekje e vonuar për të përmbushur kërkesat e ndërkombëtarëve? Askush nuk mund ta thotë me siguri. Por koincidenca ishte e çuditshme. Megjithatë, diskutimet për reformën zgjedhore nuk shkuan lehtë. Të dyja palët kishin kërkesa të ndryshme. Të dyja palët kishin linja të kuqe që nuk donin t'i kalonin. Dhe pas disa muajsh negociatash, procesi u bllokua përsëri. Reforma zgjedhore nuk u realizua. Marrëveshja, nëse kishte ekzistuar ndonjëherë, u shem. Dhe Shqipëria u kthye përsëri në të njëjtën krizë politike që kishte përjetuar për vite. Por tani kishte një president të ri që po shikonte nga anash, i paftë të bëjë diçka për ta ndryshuar situatën. Në vitin 2013, tensionet politike në Shqipëri arritën në kulmin e tyre. Opozita organizoi protesta masive kundër qeverisë së Sali Berishës. Ata akuzuan mazhorancën për korrupsion, për keqeverisje, për shkelje të demokracisë. Ata kërkuan zgjedhje të parakohshme. Dhe në mes të gjithë kësaj kaosi, Bujar Nishani mbeti i heshtur. Ai nuk doli të bëjë thirrje për qetësi. Ai nuk u përpoq të ndërmjetësoj midis palëve. Ai thjesht vazhdoi të kryente detyrat e tij ceremoniale, duke shpresuar se stuhia do të kalonte pa e prekur atë. Por stuhia nuk kaloi. Në qershor të vitit 2013, Shqipëria shkoi në zgjedhje të përgjithshme. Dhe rezultati ishte një ndryshim dramatik i pushtetit. Partia Socialiste fitoi mazhorancën. Edi Rama u bë kryeministër i ri. Sali Berisha humbi pushtetin pas 8 vitesh në qeveri. Dhe Bujar Nishani, presidenti që ishte zgjedhur nga mazhoranca e vjetër, tani gjendej në një pozitë shumë të vështirë. Ai ishte president, por qeveria e re nuk e konsideronte atë si presidentin e tyre. Ai ishte një relikt i së kaluarës, një kujtesë e regjimit të vjetër, një figurë që shumë në qeverinë e re donin ta shihnin të larguar. 5 vitet e ardhshme të presidencës së Bujar Nishanit do të ishin vitet më të vështira të karrierës së tij. Ai do të gjendej në një luftë të vazhdueshme me qeverinë e re. Ai do të refuzonte të dekretonte disa ligje që kuvendi miratonte. Ai do të bënte deklarata që do të kritikonin veprimet e qeverisë. Ai do të përpiqej të tregonte se nuk ishte thjesht një president i dobët që pranonte gjithçka. Por çdo herë që ai përpiqej të ushtronte pushtetin e tij kushtetues, ai takonte rezistencë të fortë nga qeveria dhe nga media që e mbështesnin atë.
Ai ishte në një pozitë ku çdo gjë që bënte interpretohej si një përpjekje për të mbrojtur interesat e Partisë Demokratike, edhe kur ai përpiqej të vepronte në mënyrë të pavarur. Kjo situatë e bëri presidencën e Bujar Nishanit një nga më të vështirat në historinë moderne të Shqipërisë. Ai nuk kishte as mbështetjen e plotë të partisë që e kishte zgjedhur, sepse ata kishin humbur pushtetin. Ai nuk kishte as respektin e qeverisë së re, sepse ata e shihnin atë si një kundërshtar. Ai ishte i izoluar, i marginalizuar, i paaftë të luajë rolin që kushtetuta i jepte. Dhe gjithçka kishte filluar nga ajo natë e 24 qershorit 2012, kur fati i tij u vendos në dhoma të errëta, larg syve të publikut. Por a kishte mundur të ishte ndryshe? A kishte mundur Bujar Nishani të refuzonte të kandidonte për president? A kishte mundur ai të kërkonte më shumë garanci para se të pranonte? A kishte mundur ai të negocionte një pozicion më të fortë për veten e tij? Këto janë pyetje që vetëm ai mund t'i përgjigjet. Por ata që e njohin thonë se Bujar Nishani nuk ishte lloji i njeriut që do të refuzonte një thirrje nga partia e tij. Ai ishte një ushtar besnik që kur i thuhej të shërbente, ai shërbente. Edhe nëse kjo do të thoshte të hynte në një pozitë që do ta bënte atë të pafat për vitet në vijim. Në vitin 2017, kur mandati i Bujar Nishanit po i afrohej fundit, shumë njerëz në Shqipëri po diskutonin për trashëgimin e tij. Çfarë kishte arritur ai si president? Çfarë do të mbetej nga 5 vitet e tij në detyrë? Dhe përgjigjja ishte e trishtuar, shumë pak. Ai nuk kishte lënë një shenjë të fortë. Ai nuk kishte bërë reforma të mëdha. Ai nuk kishte ndryshuar mënyrën se si funksiononte presidenca. Ai kishte qenë thjesht një figurë që kishte mbushur një pozicion për 5 vjet, pa lënë një trashëgimi të qartë. Por ndoshta kjo nuk ishte faji i tij. Ndoshta problemi nuk ishte Bujar Nishani si person, por mënyra se si ai u zgjodh. Ndoshta problemi ishte se ai u bë president jo sepse ishte zgjedhja më e mirë, por sepse ishte zgjedhja më pak problematike. Ndoshta problemi ishte se ai u zgjodh në një natë kur interesat e ngushtë politike ishin më të rëndësishme se interesi kombëtar. Ndoshta problemi ishte se ai u bë presidenti i rastësishëm në një kohë kur Shqipëria kishte nevojë për një lider të fortë. Kur shikojmë prapa në atë natë të 24 qershorit 2012, shohim një moment që përcaktoi jo vetëm fatin e Bujar Nishanit, por edhe fatin e Shqipërisë për vitet në vijim. Shohim një moment kur politika u bë më e rëndësishme se shteti. Shohim një moment kur marrëveshjet e fshehta u bën më të rëndësishme se vullneti i popullit. Shohim një moment kur një njeri u zgjodh për pozicionin më të lartë të vendit, jo sepse ishte më i miri, por sepse ishte më i përshtatshëm për interesat e atyre që kishin pushtetin. Dhe kjo na çon te pyetja finale: çfarë na mëson historia e Bujar Nishanit? Çfarë na tregon ajo për mënyrën se si funksionon politika në Shqipëri? Çfarë na tregon ajo për mënyrën se si zgjidhen liderët tanë? Dhe më e rëndësishmja, çfarë duhet të ndryshojmë që kjo të mos përsëritet në të ardhmen? Këto janë pyetjet që çdo shqiptar duhet t'i bëjë vetes. Sepse nëse nuk mësojmë nga e kaluara, jemi të dënuar ta përsërisim atë. Historia e Bujar Nishanit është historia e një njeriu që u gjet në vendin e gabuar në kohën e gabuar. Është historia e një njeriu që u bë president jo sepse e dëshironte, por sepse u zgjodh nga të tjerët. Është historia e një njeriu që përpiqej të bënte më të mirën në një situatë të pamundur. Por është gjithashtu historia e një sistemi që nuk funksionon. Një sistem ku presidenti zgjidhet jo nga populli, por nga partitë politike. Një sistem ku interesat e ngushtë partijake janë më të rëndësishme se interesi kombëtar. Një sistem që prodhon lider të dobët në vend të liderëve të fortë që vendi ka nevojë. Dhe ndërsa mbyllim këtë kapitull të historisë së Bujar Nishanit, duhet të pyesim veten, sa shumë ka ndryshuar që atëherë? A jemi në një vend më të mirë sot? A kemi mësuar nga gabimet e së kaluarës? Apo jemi ende në të njëjtin sistem që prodhon të njëjtat rezultate? Këto janë pyetjet që duhet t'i bëjmë vetes ndërsa shikojmë të ardhmen e Shqipërisë. Sepse nëse nuk ndryshojmë mënyrën se si zgjedhim liderët tanë, do të vazhdojmë të kemi president të rastësishëm në vend të liderëve që meritojmë. Në arkivat e Kuvendit të Shqipërisë, ajo dosje me kodin KD-928 ende ekziston. Brenda saj janë sekretet e asaj nate. Brenda saj janë emrat e atyre që morën vendime. Brenda saj është e vërteta për atë që ndodhi vërtet.
por derisa ajo dosje të hapet plotësisht, derisa të gjithë dokumentet të bëhen publike, derisa të gjithë ata që ishin në ato dhoma të errëta të flasin hapur, ne do të vazhdojmë të kemi vetëm pjesë të historisë. Do të vazhdojmë të kemi vetëm gjysmë të së vërtetës. Do të vazhdojmë të pyesim, çfarë ndodhi vërtet natën që u zgjodh Bujar Nishani? Dhe ndoshta kjo është mësimi më i madh i kësaj historie, se në politikë e vërteta shpesh fshihet në hije. Se vendimet më të rëndësishme merren larg syve të publikut. Se ajo që shohim në sipërfaqe është vetëm një pjesë e vogël e asaj që ndodh vërtet. Dhe se nëse duam të kuptojmë vërtet se si funksionon pushteti, duhet të shikojmë përtej fjalimeve zyrtare, përtej konferencave për shtyp, përtej ceremonive publike. Duhet të shikojmë në ato dhoma të errëta ku fati i një vendi vendoset nga pak njerëz që nuk përgjigjen para askujt. Historia e Bujar Nishanit është një histori e pazgjidhur. Është një histori që vazhdon të ngrejë pyetje. Është një histori që na kujton se në politikë asgjë nuk është aq e thjeshtë sa duket. Dhe është një histori që na mëson se ndonjëherë njerëzit që arrijnë në pozicionet më të larta nuk janë ata që e meritojnë më shumë, por ata që janë në vendin e duhur në kohën e duhur, me njerëzit e duhur që i mbështesin. Dhe kjo, më shumë se çdo gjë tjetër, është arsyeja pse Bujar Nishani do të mbetet në histori si presidenti i rastësishëm i Shqipërisë. Vazhdimi i skenarit në muajin korrik të vitit 2012, vetëm disa javë pas zgjedhjes së tij, Bujar Nishani u përball me sfidën e parë serioze të presidencës së tij. Qeveria e Sali Berishës kishte miratuar një ligj kontrovers që kishte të bënte me privatizimin e disa kompanive shtetërore. Ligji kishte kaluar në kuvend me shumicën e votave të mazhorancës, por opozita kishte protestuar me forcë. Ata kishin akuzuar qeverinë se po shisnin pasurinë kombëtare për interesa private. Ata kishin kërkuar që presidenti të refuzonte të dekretonte ligjin. Dhe tani, Bujar Nishani gjendej në një pozitë të vështirë, a duhej të nënshkruante ligjin dhe të tregonte besnikëri ndaj partisë që e kishte zgjedhur, apo duhej të dëgjonte shqetësimet e opozitës dhe të ushtronte të drejtën e tij kushtetuese për të refuzuar? Për ditë të tëra, Bujar Nishani u konsultua me këshilltarët e tij ligjor. Ai studioi ligjin fjalë për fjalë. Ai lexoi argumentet e të dyja palëve. Ai u përpoq të kuptonte se cila do të ishte zgjedhja e duhur jo për partinë e tij, por për vendin. Por sa më shumë ai studionte, aq më shumë e kuptonte se çdo vendim që do të merrte do të interpretohej si një veprim politik. Nëse nënshkruante ligjin, do të akuzohej se ishte kukull e Sali Berishës. Nëse refuzonte ta nënshkruante, do të akuzohej se po tradhtonte partinë që e kishte zgjedhur. Nuk kishte një zgjidhje të mirë. Kishte vetëm zgjidhje të këqija me pasoja të ndryshme. Në fund, Bujar Nishani vendosi të nënshkruante ligjin. Ai dha një deklaratë të shkurtër ku shpjegoi se pas studimit të kujdesshëm, ai kishte gjetur se ligji ishte në përputhje me kushtetutën. Ai tha se si president, ai nuk mund të refuzonte një ligj vetëm sepse nuk ishte dakord me të politikisht. Ai tha se roli i tij ishte të siguronte që procesi ligjor të respektohej, jo të bëhej gjykatës i përmbajtjes së ligjeve. Ishte një argument teknik, një argument ligjor, një argument që në teori ishte i saktë. Por në praktik, ishte një vendim që e bëri atë të dukej saktësisht si ajo që kritikët e tij kishin thënë, një president i dobët që nuk guxonte të sfidonte qeverinë. Opozita reagoi me ashpërsi. Edi Rama doli në një konferencë për shtyp dhe akuzoi Bujar Nishanin se kishte humbur shansin e parë për të treguar pavarësi. Ai tha se presidenti i ri kishte provuar se ishte thjesht një zgjatim i Sali Berishës. Ai tha se Shqipëria kishte nevojë për një president që do të mbante qeverinë përgjegjëse, jo për një president që do të vuloste çdo vendim të saj. Dhe këto akuza goditën fort. Sepse edhe ata që kishin shpresuar se Bujar Nishani do të ishte më i pavarur se sa pritej, tani po fillonin të dyshonin. Por a kishte mundur Bujar Nishani të vepronte ndryshe? A kishte mundur ai të refuzonte ligjin dhe të përballej me pasojat? Disa këshilltar të tij të afërt thonë se ai e kishte konsideruar seriozisht këtë mundësi. Ai e kishte diskutuar me familjen e tij. Ai kishte kaluar net pa gjumë duke menduar për vendimin e duhur. Por në fund, ai kishte arritur në përfundimin se nëse fillonte presidencën e tij duke sfiduar qeverinë në çështjen e parë, ai do të vendoste një precedent që do ta bënte të pamundur bashkëpunimin për 5 vitet e ardhshme. Ai do të krijonte një luftë që nuk mund ta fitonte. Dhe kjo do të ishte e keqe jo vetëm për të, por edhe për institucionin e presidencës.
Kjo logjik kishte një kuptim të caktuar. Por ajo gjithashtu tregonte një të vërtet më të thellë për pozicionin në të cilin Bujar Nishani gjendej. Ai nuk kishte pushtetin real për të sfiduar qeverinë. Ai nuk kishte mbështetjen publike që do t'i jepte legjitimitet për të qëndruar kundër mazhorancës. Ai nuk kishte as mbështetjen e plotë të partisë së tij, sepse shumë në Partinë Demokratike e shihnin atë si një figurë të dobët që ishte zgjedhur vetëm sepse ishte i përshtatshëm. Ai ishte i izoluar që në fillim dhe çdo vendim që merrte e bënte atë edhe më të izoluar. Në muajin gusht të atij viti, një tjetër incident tregoi se sa e vështirë ishte pozicioni i Bujar Nishanit. Një gazetë investigative publikoi një artikull që pretendonte se kishte dokumente që tregonin se Bujar Nishani kishte pasur lidhje biznesi me disa figura kontroverse para se të bëhej president. Artikulli nuk ofronte prova të forta, por ngrite pyetje të mjaftueshme për të krijuar dyshime. Presidenca reagoi menjëherë duke mohuar akuzat dhe duke kërcënuar me padi për shpifje. Por dëmi ishte bërë. Imazhi i Bujar Nishanit si një figurë e pastër, teknokratike, pa lidhje me interesat e dyshimta, kishte marrë një goditje. Çfarë ishte e vërteta pas këtyre akuzave? A kishte vërtet Bujar Nishani pasur lidhje biznesi që nuk ishin të përshtatshme? Apo ishte kjo thjesht një fushat për ta diskredituar atë? Deri sot, nuk ka prova të forta që mbështesin akuzat. Por fakti që ato u bën dhe që ato morën vëmendje tregon se sa i brisht ishte pozicioni i tij. Ai nuk kishte kapitalin politik për të mbijetuar skandale. Ai nuk kishte mbështetjen e fortë të mediave. Ai nuk kishte një bazë besnikësh që do ta mbronin atë. Ai ishte i vetëm në një pozicion që kërkonte forcë dhe ai nuk e kishte atë forcë. Në shtator të vitit 2012, Bujar Nishani bëri një udhëtim zyrtar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ishte udhëtimi i tij i parë ndërkombëtar si president dhe ai shpresonte se do të ishte një mundësi për të treguar se ai mund të përfaqësonte Shqipërinë me dinjitet në skenën botërore. Ai u takua me zyrtar të lartë amerikan. Ai foli në disa forume. Ai dha intervista për media ndërkombëtare. Dhe për disa ditë, ai ndjeu se po bënte diçka të rëndësishme. Ai ndjeu se po luante një rol që shkonte përtej politikës së brendshme. Ai ndjeu se po ishte vërtet president. Por kur u kthye në Tiranë, realiteti e goditi përsëri. Mediat shqiptare nuk i kushtuan shumë vëmendje udhëtimit të tij. Partia Socialiste e kritikoi atë për të shpenzuar para publike për një udhëtim që nuk kishte sjellë rezultate konkrete. Dhe brenda Partisë Demokratike kishte njerëz që po fillonin të pyesnin nëse Bujar Nishani ishte vërtet personi i duhur për këtë pozicion. Ai kishte qenë në detyrë vetëm 3 muaj dhe tashmë kishte njerëz që po dyshonin për të. Kjo ishte një shenjë e keqe për atë që do të vinte në vitet në vijim. Në tetor të atij viti, tensionet politike në Shqipëri u intensifikuan përsëri. Opozita organizoi një protestë të madhe në Tiranë kundër qeverisë së Sali Berishës. Dhjetëra mijëra njerëz dolën në rrugë. Ata kërkuan dorëheqjen e qeverisë. Ata akuzuan mazhorancën për korrupsion dhe keqeverisje. Dhe ata kërkuan që presidenti të ndërhynte për të zgjidhur krizën. Por Bujar Nishani mbeti i heshtur. Ai nuk doli të bëjë asnjë deklaratë. Ai nuk u përpoq të ndërmjetësoj. Ai thjesht shikoi nga anash ndërsa vendi i tij po përjetonte një krizë të re politike. Pse Bujar Nishani nuk ndërhyri? Pse ai nuk u përpoq të luajë rolin e një ndërmjetësi? Disa thonë se ai kishte frikë se çdo ndërhyrje do të interpretohej si një anësi për njërin palë ose tjetrën. Të tjerë thonë se ai thjesht nuk kishte aftësitë politike për të naviguar në një situatë kaq komplekse. Dhe disa thonë se ai kishte marrë këshilla nga Partia Demokratike që të mos ndërhynte, sepse çdo ndërhyrje mund të dobësonte pozicionin e qeverisë. Cilado që të jetë arsyeja, rezultati ishte i njëjtë. Bujar Nishani u pa si një president që nuk ishte në gjendje të luante rolin që kushtetuta i jepte në momente krize. Në nëntor të atij viti, një ngjarje e papritur ndodhi që do të ndikonte në mënyrë të thellë në presidencën e Bujar Nishanit. Një ish-ministër i qeverisë së Sali Berishës u arrestua me akuza korrupsioni. Ishte një arrestim i madh që trondit skenën politike. Dhe menjëherë filluan spekulimet. A do të kishte më shumë arrestime? Apo fillonte një fushat për të pastruar qeverinë nga korrupsioni? Apo ishte kjo thjesht një lëvizje politike për të treguar se qeveria po merrte masa para zgjedhjeve të ardhshme?
Bujar Nishani u pyet nga gazetarët për mendimin e tij për këtë arrestim. Ai dha një përgjigje të kujdesshme, duke thënë se ai respektonte pavarësinë e drejtësisë dhe se çdo person ishte i pafajshëm derisa të provojë fajësia e tij. Ishte një përgjigje e saktë nga pikpamja kushtetuese. Por ishte gjithashtu një përgjigje që nuk kënaqte askën. Ata që donin që ai të mbështeste luftën kundër korrupsionit u shgënjyen se ai nuk foli më fort. Ata që donin që ai të mbrojë ish-ministrin u shgënjyen se ai nuk e mbrojti. Përsëri, Bujar Nishani gjendej në një pozitë ku çdo gjë që thoshte interpretohej si e pamjaftueshme. Në dhjetor të vitit 2012, 6 muaj pas zgjedhjes së tij, Bujar Nishani dha një intervistë të gjatë për një televizion kombëtar. Ishte një mundësi për të folur drejt për drejt me popullin shqiptar. Ishte një mundësi për të shpjeguar vizionin e tij për presidencën. Ishte një mundësi për të treguar se ai nuk ishte thjesht një figurë e dobët që vuloste vendimet e të tjerëve. Dhe për një moment dukej se ai po arrinte ta bënte këtë. Ai foli me pasion për nevojën e unitetit kombëtar. Ai foli për rëndësinë e respektimit të kushtetutës. Ai foli për shpresën e tij se Shqipëria do të kapërcente krizat e saj dhe do të ecte përpara. Por pastaj erdhi një pyetje që e vuri atë në vështirësi. Gazetari e pyeti: "Zoti president, shumë njerëz thonë se ju u zgjodhët jo sepse ishit zgjedhja më e mirë, por sepse ishit zgjedhja më pak problematike. Si i përgjigjeni këtyre kritikave?" Bujar Nishani hezitoi për një moment. Ai duke i prekur nga pyetja. Pastaj ai tha: "Unë nuk e zgjedha veten president. Unë u zgjodha nga deputetët e kuvendit. Dhe tani që jam në këtë pozicion, po bëj më të mirën time për të shërbyer vendin tim. Nëse njerëzit mendojnë se nuk jam i mjaftueshëm i mirë, kjo është e drejta e tyre. Por unë nuk do të ndaloj së përpjekuri." Ishte një përgjigje e sinqertë, një përgjigje që tregonte vulnerabilitetin e tij. Por ishte gjithashtu një përgjigje që konfirmonte atë që shumë njerëz tashmë mendonin, se Bujar Nishani e dinte se ai nuk ishte zgjedhja ideale. Se ai e dinte se ai ishte në një pozitë që nuk e kishte kërkuar dhe që ndoshta nuk e meritonte. Dhe kjo sinqeritet, në vend që ta bënte atë më simpatik, e bëri atë të dukej edhe më i dobët. Sepse njerëzit nuk duan një president që dyshon për veten e tij. Ata duan një president që është i sigurt, i fortë, i vendosur. Dhe Bujar Nishani, pavarësisht përpjekjeve të tij, nuk arriti kurrë të projektonte këtë imazh. Në janar të vitit 2013, Shqipëria hyri në një fazë të re të krizës politike. Opozita njoftoi se do të bojkotonte kuvendin derisa qeveria të pranonte të ulej në tryezë për të diskutuar për reforma zgjedhore. Kjo do të thoshte se kuvendi nuk do të mund të funksiononte normalisht. Ligjet nuk do të mund të miratonin. Buxheti i shtetit ishte në rrezik. Dhe përsëri, të gjithë shikuan te presidenti për të parë se çfarë do të bënte. Dhe përsëri, Bujar Nishani nuk bëri asgjë. Ai dha disa deklarata të përgjithshme për nevojën e dialogut, por nuk mori asnjë hap konkret për të ndërmjetësuar midis palëve. Pse Bujar Nishani nuk veproi? Disa thonë se ai nuk kishte mjetet kushtetuese për të detyruar palët të uleshin në tryezë. Të tjerë thonë se ai kishte frikë se çdo ndërhyrje do ta vendoste atë në një pozitë edhe më të vështirë. Dhe disa thonë se ai thjesht nuk kishte aftësitë politike për të naviguar në një situatë kaq komplekse. Por cilado që të jetë arsyeja, rezultati ishte i njëjtë. Bujar Nishani po shihej gjithnjë e më shumë si një president i padobishëm në një kohë kur vendi kishte nevojë për udhëheqje. Në shkurt të atij viti, një ngjarje tjetër e papritur ndodhi. Një ish këshilltar i Bujar Nishanit dha dorëheqjen dhe doli publikisht duke kritikuar presidentin. Ai tha se Bujar Nishani nuk po dëgjonte këshillat e ekipit të tij. Ai tha se presidenti po merrte vendime të bazuara në presione nga Partia Demokratike, jo në interesin kombëtar. Ai tha se ai nuk mund të vazhdonte të punonte në një mjedis ku pavarësia e presidencës po komprometohej çdo ditë. Ishte një akuzë e rëndë që erdhi nga brenda dhe ajo shkaktoi një skandal të madh. Presidenca reagoi duke mohuar akuzat dhe duke thënë se ish këshilltari kishte qenë i pakënaqur me pozicionin e tij dhe po përpiqej të hakmerrej. Por dëmi ishte bërë. Tani kishte një person që kishte punuar nga afër me Bujar Nishanin dhe që po thoshte publikisht se presidenti nuk ishte i pavarur. Kjo konfirmonte dyshimet që shumë njerëz tashmë i kishin.
Dhe e bëri edhe më të vështirë për Bujar Nishanin të bindë njerëzit se ai po përpiqej të ishte një president për të gjithë shqiptarët, jo vetëm për Partinë Demokratike. Në mars të vitit 2013, 3 muaj para zgjedhjeve të përgjithshme, Bujar Nishani u përball me një tjetër sfidë. Qeveria e Sali Berishës miratoi një ligj tjetër kontrovers që kishte të bënte me ndryshime në sistemin zgjedhor. Opozita protestoi me forcë, duke thënë se ligji ishte i dizajnuar për të favorizuar mazhorancën në zgjedhjet e ardhshme. Ata kërkuan që presidenti të refuzonte ta dekretonte. Dhe përsëri, Bujar Nishani gjendej në një pozitë të vështirë, a duhej të nënshkruante ligjin dhe të rrezikonte të akuzohej se po ndihmonte mazhorancën të manipulonte zgjedhjet, apo duhej të refuzonte dhe të rrezikonte një krizë kushtetuese? Kësaj here, Bujar Nishani vendosi të vepronte ndryshe. Ai refuzoi ta dekretonte ligjin dhe e ktheu atë në kuvend për rishqyrtim. Ai dha një arsyetim të detajuar ligjor për vendimin e tij, duke thënë se ligji kishte probleme kushtetuese që duhej të adresoheshin. Ishte hera e parë që ai po ushtronte këtë të drejtë kushtetuese dhe për një moment dukej se ai po tregonte pavarësi. Dukej se ai po provonte se nuk ishte thjesht një kukull e qeverisë. Dukej se ai po bënte atë që shumë njerëz kishin kërkuar prej tij, të qëndronte kundër mazhorancës kur ishte e nevojshme. Por reagimi ishte i përzier. Opozita e lavdëroi vendimin duke thënë se presidenti kishte bërë gjën e duhur. Por Partia Demokratike ishte e zemëruar. Disa figura të larta të partisë dolën publikisht dhe kritikuan Bujar Nishanin, duke thënë se ai kishte tejkaluar kompetencat e tij dhe se po vepronte si një antar i opozitës. Dhe kjo kritik nga partia e tij e vet ishte veçanërisht e dhimbshme. Sepse tregonte se edhe ata që e kishin zgjedhur tani po fillonin ta shihnin si një problem, jo si një aleat. Kuvendi votoi përsëri për ligjin dhe kësaj here e miratoi me shumicën e nevojshme që e bënte të detyrueshëm për presidentin ta dekretonte. Bujar Nishani nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta nënshkruante. Dhe kështu, edhe përpjekja e tij për të treguar pavarësi përfundoi me një dështim. Ai kishte provuar të qëndronte kundër, por në fund kishte qenë i detyruar të tërhiqej. Dhe kjo e bëri atë të dukej edhe më i dobët se më parë. Sepse tani ai nuk ishte vetëm një president që nuk vepronte, por një president që provonte të vepronte dhe dështonte. Në prill të vitit 2013, 2 muaj para zgjedhjeve, Bujar Nishani bëri një fjalim në një ceremoni zyrtare ku foli për rëndësinë e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ai tha se si president, ai do të siguronte që procesi zgjedhor të ishte i drejtë për të gjitha palët. Ai tha se ai do të ishte një garant i demokracisë. Ishte një fjalim i mirë, i shkruar mirë, i dorëzuar mirë. Por askush nuk e mori seriozisht. Sepse të gjithë e dinin se presidenti i Shqipërisë nuk kishte pushtet real mbi procesin zgjedhor. Sepse të gjithë e dinin se Bujar Nishani nuk kishte autoritetin për të ndikuar në atë që do të ndodhte. Sepse të gjithë e dinin se ai ishte thjesht një figurë ceremoniale që po thoshte gjëra të bukura pa pasur mundësinë t'i realizonte ato. Në maj të atij viti, një muaj para zgjedhjeve, tensionet arritën në kulmin e tyre. Opozita akuzoi qeverinë se po përgatitej të manipulonte zgjedhjet. Qeveria akuzoi opozitën se po përpiqej të destabilizonte vendin. Ndërkombëtarët bën thirrje për qetësi dhe për respektim të procesit demokratik. Dhe në mes të gjithë kësaj, Bujar Nishani mbeti një figurë e marginalizuar që askush nuk e dëgjonte më. Ai kishte qenë president për pothuajse një vit dhe tashmë ishte bërë i parëndësishëm në skenën politike të vendit të tij. Kur erdhi dita e zgjedhjeve në 23 qershor 2013, Bujar Nishani votoi në mëngjes dhe pastaj u tërhoq në rezidencën presidenciale për të pritur rezultatet. Ai e dinte se çfarë do të thoshin ato rezultate për të ardhmen e tij. Nëse Partia Demokratike fitonte, ai do të kishte 5 vjet të tjera si president me mbështetjen e qeverisë. Nëse Partia Socialiste fitonte, ai do të gjendej në një pozitë shumë të vështirë duke qenë një president i zgjedhur nga mazhoranca e vjetër por duke u përballur me një qeveri të re që nuk e konsideronte atë si presidentin e tyre. Dhe ndërsa orët kalonin dhe rezultatet fillonin të vinin, u bë e qartë se skenari i dytë po ndodhte. Partia Socialiste fitoi zgjedhjet me një diferencë të qartë. Edi Rama u bë kryeministri i ri. Sali Berisha humbi pushtetin.
Dhe Bujar Nishani, presidenti që ishte zgjedhur vetëm një vit më parë, tani gjendej në një pozitë që askush nuk do ta dëshironte. Ai ishte një president pa mbështetjen e qeverisë, pa mbështetjen e opozitës së re, pa mbështetjen e publikut. Ai ishte një president që kishte 4 vjet të tjera në detyrë, por që tashmë dukej si një relikt i së kaluarës që askush nuk e donte më. Çfarë kaloi në mendjen e Bujar Nishanit atë natë kur rezultatet u bën të qarta? A mendoi ai për atë natë të 24 qershorit 2012 kur fati i tij u vendos në dhoma të errëta? A u pendua ai që kishte pranuar të kandidonte? A u pyet ai veten nëse kishte mundur të bënte gjëra ndryshe? Këto janë pyetje që vetëm ai mund t'i përgjigjet. Por ata që e njohin thonë se ai ishte i shkatëruar. Ai e dinte se 4 vitet e ardhshme do të ishin një vuajtje. Ai e dinte se ai do të ishte një president që askush nuk do ta respektonte. Ai e dinte se ai do të mbetej në histori jo si një lider i fortë, por si presidenti i rastësishëm që nuk arriti kur të gjente vendin e tij. Dhe kështu, historia e zgjedhjes së Bujar Nishanit mbyll një kapitull dhe hap një tjetër. Një kapitull që do të jetë edhe më i vështirë, edhe më i dhimbshëm, edhe më i mbushur me konflikte. Por kjo është një histori për një kohë tjetër. Për tani, duhet të pyesim veten, çfarë na mëson kjo histori për mënyrën se si zgjedhim liderët tanë? Çfarë na tregon ajo për pasojat e vendimeve që merren në dhoma të errëta, larg syve të publikut? Çfarë na tregon ajo për çmimin që paguajnë njerëzit që gjenden në vendin e gabuar në kohën e gabuar? Dhe më e rëndësishmja, çfarë duhet të bëjmë që kjo të mos përsëritet në të ardhmen? Vazhdimi i skenari, pjesa e tretë, në shtator të vitit 2013, 3 muaj pas fitores së Partisë Socialiste, Bujar Nishani u përball me realitetin e ri të presidencës së tij. Qeveria e re e Edi Ramës kishte filluar punën me një energji që kontrastonte fort me vitet e fundit të qeverisë së Sali Berishës. Kishte premtime për reforma, për luftë kundër korrupsionit, për hapje të negociatave me Bashkimin Evropian. Dhe në mes të gjithë këtij optimizmi të ri, Bujar Nishani dukej si një hije e së kaluarës që askush nuk donte ta shite. Takimet e tij me kryeministrin e ri ishin të ftohta, protokollare, të shkurtra. Nuk kishte asnjë shenjë të bashkëpunimit të vërtetë. Nuk kishte asnjë shenjë se qeveria e re e konsideronte atë si një partner. Ai ishte thjesht një detyrë kushtetuese që duhej të përmbushej, asgjë më shumë. Por Bujar Nishani vendosi të mos dorëzohej lehtësisht. Ai filloi të studionte me kujdes çdo ligj që i vinte për dekretim. Ai filloi të konsultohej me ekspertë të pavarur ligjor. Ai filloi të kërkonte mënyra për të ushtruar pushtetin e tij kushtetues, pa u dukur si dikush që po përpiqej të bllokonte qeverinë. Ishte një ekuilibër i vështirë. Nëse ai nënshkruante çdo ligj pa pyetur, do të akuzohej se ishte i dobët. Nëse ai refuzonte shumë ligje, do të akuzohej se po përpiqej të sabotonte qeverinë e re. Ai duhej të gjente një rrugë të mesme që do t'i lejonte të ruante dinjitetin e tij pa krijuar një luftë që nuk mund ta fitonte. Në tetor të atij viti, erdhi testi i parë i vërtetë. Qeveria e re miratoi një ligj që kishte të bënte me riorganizimin e administratës publike. Ligji përfshinte shkarkimin e qindra në punësve që ishin emëruar gjatë qeverisjes së Partisë Demokratike dhe zëvendësimin e tyre me njerëz të rinj. Partia Demokratike protestoi me forcë, duke thënë se ky ishte një ligj hakmarrjeje që po përdorej për të pastruar administratën nga kundërshtarët politikë. Ata kërkuan që Bujar Nishani të refuzonte ta dekretonte. Dhe për herë të parë që kur qeveria e re kishte ardhur në pushtet, Bujar Nishani gjendej në një pozitë ku partia e tij e vjetër po kërkonte që ai të vepronte në mbrojtje të interesave të tyre. Bujar Nishani studioi ligjin për ditë të tëra. Ai thiri ekspert kushtetues. Ai lexoi precedent nga vende të tjera. Ai u përpoq të kuptonte nëse ky ligj ishte vërtet në kundërshtim me kushtetutën, apo nëse ishte thjesht një ligj që Partia Demokratike nuk e pëlqente politikisht. Dhe në fund, ai arriti në përfundimin se ligji, pavarësisht se ishte kontrovers, nuk kishte probleme kushtetuese të qarta. Ai e dekretoi ligjin, por dha një deklaratë ku shprehu shqetësimin e tij për mënyrën se si po zbatohej dhe kërkoi që qeveria të siguronte që procesi të ishte i drejtë dhe transparent. Reagimi nga Partia Demokratike ishte i ashpër. Sali Berisha, tani në opozitë, doli publikisht dhe akuzoi Bujar Nishanin se kishte tradhtuar partinë që e kishte zgjedhur. Ai tha se presidenti kishte harruar se kush e kishte vënë në atë pozicion.
Ai tha se Bujar Nishani po vepronte si një aleat i Edi Ramës, jo si një president i pavarur. Ishin akuza të rënda që vinin nga njeriu që më shumë se kushdo tjetër kishte qenë përgjegjës për zgjedhjen e Bujar Nishanit. Dhe ato akuza tregonin se sa e vështirë ishte pozicioni në të cilin Bujar Nishani gjendej, çdo gjë që ai bënte interpretohej si tradhtim nga njëra palë ose tjetra. Por kishte diçka tjetër që po ndodhte në ato muaj. Bujar Nishani po fillonte të kuptonte se ai nuk kishte asgjë për të humbur më. Ai tashmë ishte i izoluar nga të dyja palët. Ai tashmë ishte i marginalizuar në skenën politike. Ai tashmë e dinte se nuk do të kishte një karrierë politike pas presidencës. Kështu që ndoshta, thjesht ndoshta, ai mund të fillonte të vepronte sipas bindjes së tij, pa u shqetësuar për pasojat politike. Ndoshta ai mund të bëhej presidenti që ai kishte dashur të ishte që në fillim, i pavarur, i drejtë, i fokusuar në interesin kombëtar dhe jo në interesat partijake. Në nëntor të vitit 2013, Bujar Nishani bëri diçka që shumë njerëz nuk e prisnin. Ai ftoi në rezidencën presidenciale përfaqësues të gjitha partive politike, të shoqërisë civile, të mediave, të akademisë për të diskutuar për të ardhmen e Shqipërisë. Ai tha se dëshironte të dëgjonte zëra të ndryshëm. Ai tha se dëshironte të kuptonte shqetësimet e njerëzve. Ai tha se dëshironte të ishte një president që bashkonte, jo që ndante. Ishte një gjest i mirë, një gjest që tregonte se ai po përpiqej të luante një rol më aktiv. Por shumë njerëz e pan atë me skepticizëm. Ata mendonin se ishte thjesht një përpjekje për të përmirësuar imazhin e tij. Ata mendonin se ishte shumë vonë për Bujar Nishanin të ndryshonte perceptimin që njerëzit kishin për të. Në dhjetor të atij viti, një ngjarje tjetër ndodhi që do të testonte Bujar Nishanin. Qeveria e re miratoi një ligj që kishte të bënte me hetimin e zyrtarëve të lartë të qeverisë së mëparshme për akuza korrupsioni. Ligji jepte kompetenca të zgjeruara për prokurorinë dhe krijonte një mekanizëm të veçantë për të hetuar ish-ministrat dhe ish-deputetët. Partia Demokratike protestoi me forcë, duke thënë se ky ishte një ligj që po përdorej për të përsekutuar politikisht kundërshtarët. Ata kërkuan që Bujar Nishani të refuzonte ta dekretonte, duke thënë se ligji ishte në kundërshtim me parimet e shtetit të së drejtës. Kësaj here, Bujar Nishani vendosi të vepronte ndryshe. Ai e studioi ligjin me kujdes dhe gjeti se kishte disa dispozita që mund të interpretohen si problematike nga pikpamja kushtetuese. Ai e ktheu ligjin në kuvend për rishqyrtim, duke dhënë një arsyetim të detajuar ligjor. Ai nuk tha se ishte kundër luftës kundër korrupsionit. Ai nuk tha se po mbrojte ish-zyrtarët e Partisë Demokratike. Ai thjesht tha se ligji duhej të përmirësohej për të siguruar që të respektonte të drejtat kushtetuese të gjithë qytetarëve, pavarësisht nga përkatësia e tyre politike. Reagimi ishte interesant. Partia Demokratike e lavdëroi vendimin, duke thënë se presidenti kishte treguar guxim dhe pavarësi. Partia Socialiste kritikoi vendimin, duke thënë se presidenti po përpiqej të mbrojë ish-kolegët e tij nga drejtësia. Por kishte edhe një grup të tretë që reagoi pozitivisht, ekspertët e pavarur ligjor, organizatat e shoqërisë civile, disa media të pavarura. Ata thanë se presidenti kishte bërë gjën e duhur duke ngritur shqetësime ligjore të vlefshme. Ata thanë se ky ishte roli që presidenti duhej të luante, të ishte një gardian i kushtetutës, jo një aleat i njërës palë ose tjetrës. Për herë të parë që kur kishte filluar presidenca e tij, Bujar Nishani po merrte vlerësime pozitive nga njerëz që nuk ishin të lidhur me asnjë parti politike. Për herë të parë, ai po shihej si dikush që po përpiqej të bënte gjën e duhur, jo thjesht gjën politikisht të përshtatshme. Dhe kjo i dha atij diçka që nuk e kishte pasur prej kohësh, shpresë. Shpresë se ndoshta ai mund të shndërronte presidencën e tij në diçka më shumë se një dështim. Shpresë se ndoshta ai mund të linte një trashëgimi që nuk do të ishte plotësisht negative. Por kjo shpresë nuk zgjati shumë. Në janar të vitit 2014, Kuvendi votoi përsëri për ligjin e korrupsionit, duke bërë disa ndryshime të vogla, por duke mbajtur thelbin e tij. Dhe kësaj here, Bujar Nishani nuk kishte zgjidhje tjetër veç se ta dekretonte. Ai e bëri këtë, por përsëri dha një deklaratë ku shprehu shqetësimet e tij dhe kërkoi që ligji të zbatohej me kujdes dhe pa diskriminim politik. Ishte një përpjekje për të ruajtur një ekuilibër, por shumë njerëz e pan atë si një tërheqje. Ata mendonin se ai kishte provuar të qëndronte fort, por në fund kishte qenë i detyruar të tërhiqej përsëri.
Në shkurt të atij viti, filluan hetimet e para të ish-zyrtarëve të qeverisë së Sali Berishës. Disa ish-ministra u thirrën për t'u marrë në pyetje. Disa prej tyre u vunë nën hetim. Dhe menjëherë filluan akuzat se kjo ishte një gjuajtje shtrigash politike. Partia Demokratike organizoi protesta. Ata akuzuan qeverinë se po përdorte drejtësinë për të përsekutuar kundërshtarët politik. Ata kërkuan që presidenti të ndërhynte për të ndaluar atë që ata e quanin një shkelje të shtetit të së drejtës. Por çfarë mund të bënte Bujar Nishani? Ai nuk kishte pushtet mbi prokurorinë. Ai nuk kishte pushtet mbi gjykatat. Ai nuk mund të ndalonte hetimet. Gjithçka që ai mund të bënte ishte të bënte deklarata publike dhe ai I bëri ato. Ai foli për rëndësinë e pavarësisë së drejtësisë. Ai foli për nevojën që hetimet të ishin të bazuara në prova, jo në motive politike. Ai foli për të drejtat e të akuzuarve për një proces të drejtë. Por askush nuk e dëgjoi. Sepse të gjithë e dinin se ai nuk kishte pushtetin për të ndikuar në atë që po ndodhte. Sepse të gjithë e dinin se fjalët e tij ishin thjesht fjalë, pa asnjë forcë reale pas tyre. Në mars të vitit 2014, një ngjarje e papritur ndodhi që do të ndikonte thellë në presidencën e Bujar Nishanit. Një ish-këshilltar I Sali Berishës, që tani ishte nën hetim për korrupsion, dha një intervistë të gjatë ku bëri akuza të rënda kundër ish-kryeministrit. Ai tha se Sali Berisha kishte qenë I përfshirë personalisht në skema korrupsioni. Ai tha se kishte dokumente që e provonin këtë. Ai tha se ishte gati të bashkëpunonte me drejtësinë për të zbuluar të vërtetën. Ishte një akuzë bombë që trondit skenën politike. Sali Berisha reagoi me ashpërsi, duke mohuar të gjitha akuzat dhe duke thënë se ish-këshilltari po shpiknte gënjeshtra për të shpëtuar veten. Por dëmi ishte bërë. Tani kishte dikush nga brenda që po fliste kundër tij. Tani kishte dikush që po thoshte se korrupsioni në qeverinë e tij kishte qenë sistematik dhe I organizuar nga lart. Dhe kjo bëri që shumë njerëz të fillonin të pyesnin, sa shumë e dinte Bujar Nishani për gjithë këtë? Ai kishte qenë ministër I brendshëm në atë qeveri. Ai kishte qenë pjesë e kabinetit. A kishte ai qenë I përfshirë në ndonjë nga këto skema? Apo kishte ai qenë thjesht një figurë teknike që nuk e dinte se çfarë po ndodhte rreth tij? Bujar Nishani nuk foli publikisht për këto akuza. Ai nuk dha asnjë intervistë. Ai nuk bëri asnjë deklaratë. Ai thjesht vazhdoi të kryente detyrat e tij si president, duke shpresuar se stuhia do të kalonte. Por heshtja e tij u interpretua nga shumë njerëz si një shenjë fajësie. Ata mendonin se nëse ai nuk kishte asgjë për të fshehur, ai do të dilte dhe do të fliste. Ata mendonin se heshtja e tij tregonte se ai e dinte më shumë se sa po pranonte. Dhe kjo perceptim e dëmtoi edhe më shumë imazhin e tij. Në prill të atij viti, Bujar Nishani mori një vendim që shumë njerëz e konsideruan si të çuditshëm. Ai vendosi të bëjë një udhëtim zyrtar në Kosovë, ku u takua me presidentin kosovar dhe me zyrtar të tjerë të larë. Ishte një udhëtim që në sipërfaqe dukej rutinë, por që kishte një kuptim më të thellë. Bujar Nishani po përpiqej të tregonte se ai mund të luante një rol në politikën e jashtme, edhe nëse roli I tij në politikën e brendshme ishte I kufizuar. Ai po përpiqej të gjente një hapësirë ku mund të ishte I dobishëm, ku mund të kontribuonte, ku mund të ndërtonte një trashëgimi pozitive. Udhëtimi shkoi mirë. Ai u prit me nderime në Prishtinë. Ai mbajti fjalime për rëndësinë e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Kosovës. Ai foli për vizionin e përbashkët për integrim evropian. Dhe për disa ditë, ai ndjeu se po bënte diçka me vlerë. Por kur u kthye në Tiranë, realiteti e goditi përsëri. Mediat shqiptare I kushtuan pak vëmendje udhëtimit të tij. Partitë politike nuk komentuan. Dhe jeta politike vazhdoi sikur ai të mos kishte qenë fare. Në maj të vitit 2014, gati 2 vjet pas zgjedhjes së tij, Bujar Nishani dha një intervistë të rrallë për një gazetë të pavarur. Ishte një mundësi për të folur për përvojën e tij si president, për sfidat që kishte përballuar, për mësimet që kishte mësuar. Dhe për herë të parë, ai foli me një sinqeritet që shumë njerëz nuk e kishin parë më parë. Ai pranoi se presidenca kishte qenë më e vështirë se sa kishte imagjinuar. Ai pranoi se kishte bërë gabime. Ai pranoi se kishte momente kur kishte dyshuar për veten e tij. Por ai gjithashtu tha se nuk ishte penduar që kishte pranuar këtë detyrë, sepse kishte qenë një mundësi për t'i shërbyer vendit të tij.
Gazetari e pyeti, zoti president, nëse do të ktheheshit prapa në atë natë të 24 qershorit 2012, a do të pranoje përsëri të kandidoje për president? Bujar Nishani hezitoi për një moment të gjatë. Pastaj ai tha, kjo është një pyetje e vështirë. Nëse do të dija atëherë atë që e di tani, ndoshta do të kisha menduar më shumë. Por në atë moment, unë besova se po bëja gjën e duhur. Unë besova se mund të kontribuoja. Dhe edhe sot, pavarësisht të gjitha vështirësive, unë ende besoj se kam bërë disa gjëra të mira. Ndoshta jo aq sa do të kisha dashur, por diçka. Ishte një përgjigje e ndershme, një përgjigje që tregonte vulnerabilitetin e tij. Por ishte gjithashtu një përgjigje që konfirmonte atë që shumë njerëz tashmë mendonin, se Bujar Nishani e dinte se ai nuk kishte qenë presidenti që Shqipëria kishte nevojë. Se ai e dinte se ai kishte qenë një zgjedhje e rastësishme në një moment krize. Se ai e dinte se trashëgimia e tij do të ishte e përzier në më të mirën e rasteve. Në qershor të atij viti, në përvjetorin e dytë të zgjedhjes së tij, Bujar Nishani organizoi një ceremoni të vogël në rezidencën presidenciale. Ai ftoi disa miq të afërt, disa këshilltar, disa anëtar të familjes. Nuk kishte media. Nuk kishte politikan. Ishte thjesht një moment privat për të reflektuar mbi 2 vitet e kaluara. Dhe në atë moment, larg syve të publikut, Bujar Nishani lejoi veten të ishte i sinqert për atë që kishte përjetuar. Ai foli për vetmin e pozicionit. Ai foli për peshën e përgjegjësisë. Ai foli për dhimbjen e të qenit i kritikuar nga të gjitha anët. Ai foli për shpresën se vitet e ardhshme do të ishin më të mira. Por a do të ishin ato vërtet më të mira? A kishte Bujar Nishani mundësinë të ndryshonte perceptimin që njerëzit kishin për të? A mund të bëhej ai presidenti që ai kishte dashur të ishte që në fillim? Apo ishte shumë vonë? Apo ishte dëmi tashmë i bërë? Këto ishin pyetjet që ai po i bënte vetes çdo ditë. Dhe përgjigjet nuk ishin të qarta. Në korrik të vitit 2014, Bujar Nishani mori një vendim që shumë njerëz e konsideruan si të guximshëm. Ai vendosi të refuzonte të dekretonte një ligj që qeveria kishte miratuar dhe që kishte të bënte me ndryshime në sistemin e drejtësisë. Ai dha një arsyetim të detajuar ku shpjegoi se ligji, sipas mendimit të tij dhe të ekspertëve që ai kishte konsultuar, kishte probleme serioze kushtetuese. Ai tha se ndryshimet që propozoheshin mund të dëmtonin pavarësinë e gjyqësorit. Ai tha se si president, ai kishte detyrimin të mbrojë kushtetutën, edhe nëse kjo do të thoshte të hynte në konflikt me qeverinë. Reagimi nga qeveria ishte i ashpër. Edi Rama doli publikisht dhe akuzoi Bujar Nishanin se po përpiqej të bllokonte reformat që Shqipëria kishte nevojë. Ai tha se presidenti po vepronte si një pengues i progresit. Ai tha se Bujar Nishani po tregonte se ai ende ishte një njeri i Sali Berishës, jo një president i të gjithë shqiptarëve. Ishin akuza të forta që shkaktuan një debat të madh publik. Por kësaj here, diçka e ndryshme ndodhi. Shumë ekspertë të pavarur ligjor dolën në mbrojtje të Bujar Nishanin. Ata thanë se presidenti kishte ngritur shqetësime të vlefshme. Ata thanë se ligji vërtet kishte probleme që duhej të adresoheshin. Ata thanë se roli i presidentit ishte pikërisht ky, të ishte një kontroll mbi pushtetin legjislativ, të siguronte që ligjet të respektonin kushtetutën. Dhe për herë të parë që kur kishte filluar presidenca e tij, Bujar Nishani gjendej në një pozitë ku kishte mbështetje të gjerë nga njerëz që nuk ishin të lidhur me asnjë parti politike. Kuvendi votoi përsëri për ligjin, duke bërë disa ndryshime për të adresuar shqetësimet e presidentit. Dhe kësaj here, Bujar Nishani e dekretoi ligjin, duke thënë se ndryshimet e bëra kishin përmirësuar tekstin dhe kishin adresuar problemet kushtetuese. Ishte një fitore e vogël, por një fitore megjithatë. Ishte një shenjë se Bujar Nishani mund të luante një rol konstruktiv, se ai mund të ndikonte në procesin legjislativ në një mënyrë pozitive, se ai mund të ishte më shumë se thjesht një figurë ceremoniale. Në gusht të atij viti, Bujar Nishani bëri diçka që shumë njerëz e konsideruan si të pazakonur. Ai publikoi një raport të detajuar për 2 vitet e para të presidencës së tij. Në atë raport, ai listoi të gjitha ligjet që kishte dekretuar, të gjitha ligjet që kishte refuzuar, të gjitha takimet që kishte pasur, të gjitha udhëtimet që kishte bërë. Ai dha statistika. Ai dha shpjegime. Ai u përpoq të tregonte se ai kishte qenë aktiv, se ai kishte punuar, se ai nuk kishte qenë thjesht një figurë pasive.
Ishte një përpjekje për transparencë që nuk ishte parë më parë nga një president shqiptar. Reagimi ishte i përzier. Disa e lavdëruan për transparencën. Të tjerë thanë se ishte thjesht një përpjekje për të përmirësuar imazhin e tij. Por pavarësisht nga reagimet, raporti tregoi diçka të rëndësishme. Bujar Nishani po përpiqej të ndryshonte narrativën për presidencën e tij. Ai po përpiqej të tregonte se ai nuk ishte thjesht presidenti i rastësishëm që nuk bënte asgjë. Ai po përpiqej të tregonte se ai kishte punuar, se ai kishte kontribuar, se ai kishte bërë dallim, edhe nëse ai dallim nuk ishte aq i dukshëm sa ai do të kishte dashur. Në shtator të vitit 2014, Shqipëria mori statusin e vendit kandidat për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ishte një moment historik për vendin. Ishte kulminacioni i viteve të punës dhe reformave. Dhe në atë moment, Bujar Nishani gjendej në një pozitë të çuditshme. Ai kishte qenë president gjatë këtij procesi. Ai kishte takuar zyrtar evropian. Ai kishte folur për rëndësinë e integrimit evropian. Por askush nuk e konsideronte atë si një figurë kyçe në këtë arritje. Askush nuk po e falenderonte atë. Askush nuk po e përfshinte atë në festime. Kjo ishte ndoshta momenti më i dhimbshëm i presidencës së Bujar Nishanit. Të jesh president i një vendi në një moment historik, por të mos je pjesë e festimit. Të kesh qenë atje gjatë gjithë procesit, por të mos je i njohur për kontributin tënd. Të shohësh të tjerët që merren me lavde për diçka që ti ke qenë pjesë e saj, por që askush nuk të njeh ty ishte një kujtesë e dhimbshme se sa i marginalizuar ai ishte bërë, se sa pak rëndësi kishte pozicioni i tij në realitetin politik të vendit. Por Bujar Nishani nuk u ankua publikisht. Ai doli në ceremoninë zyrtare. Ai mbajti një fjalim të shkurtër ku urojoi vendin për këtë arritje. Ai foli për shpresën për të ardhmen. Dhe pastaj ai u tërhoq në hije, duke lejuar që të tjerët të merrnin vëmendjen. Sepse ai e kishte kuptuar tashmë se kjo ishte roli i tij, të ishte atje kur nevojitej, por të mos priste të njihej për atë. Të bënte detyrën e tij, por të mos priste lavde. Të shërbente vendin e tij, por të mos priste mirënjohje. Në tetor të atij viti, Bujar Nishani mori një vendim personal që do të ndikonte në mënyrën se si ai do të kalonte vitet e mbetura të presidencës së tij. Ai vendosi të fokusohej më shumë në çështje sociale dhe kulturore dhe më pak në politikën e përditshme. Ai filloi të vizitonte shkolla, spitale, komunitete të varfra. Ai filloi të takohej me njerëz të thjeshtë që nuk ishin të përfshirë në politikë. Ai filloi të dëgjonte historitë e tyre, shqetësimet e tyre, shpresat e tyre. Dhe për herë të parë që kur kishte filluar presidenca e tij, ai ndjeu se po bënte diçka me vlerë të vërtetë. Këto vizita nuk morën shumë vëmendje nga media. Ato nuk shkaktuan debate politike. Ato nuk ndryshuan perceptimin që njerëzit kishin për Bujar Nishanin. Por ato i dhan atij diçka që ai kishte humbur, një ndjenjë qëllimi. Një ndjenjë se ai po bënte diçka që kishte kuptim. Një ndjenjë se ai po kontribuonte në një mënyrë që ndoshta nuk ishte e dukshme, por që ishte reale. Dhe kjo ishte e mjaftueshme për atë. Në nëntor të vitit 2014, Bujar Nishani dha një fjalim në Universitetin e Tiranës ku foli për rolin e presidentit në një demokraci moderne. Ai foli për sfidat e të qenit një president në një sistem ku pushteti real është te kryeministri. Ai foli për rëndësinë e të qenit një zë i pavarur, edhe kur kjo do të thotë të jesh i vetëm. Ai foli për nevojën e të qenit i durueshëm, i qëndrueshëm, i fokusuar në interesin afatgjatë të vendit dhe jo në fitimet afatshkurtra politike. Ishte një fjalim i menduar mirë, i sinqert, që tregonte se Bujar Nishani kishte reflektuar thellë mbi përvojën e tij. Studentët e dëgjuan me vëmendje. Disa prej tyre bën pyetje të mprehtë. Disa prej tyre e sfiduan atë. Dhe Bujar Nishani u përgjigj me durim dhe me respekt. Ishte një moment që tregoi një anë tjetër të tij, jo presidentin politik që po luftonte për mbijetesë, por intelektualin që po përpiqej të kuptonte dhe të shpjegonte kompleksitetin e pozicionit të tij. Dhe disa nga ata studentë që kishin ardhur me skepticizëm dolën me një respekt të ri për atë. Në dhjetor të atij viti, ndërsa viti po mbyllej, Bujar Nishani bëri një bilanc personal të 2 viteve e gjysmë të para të presidencës së tij. Ai e dinte se kishte bërë gabime. Ai e dinte se kishte momente kur kishte qenë i dobët. Ai e dinte se kishte momente kur kishte heshtur kur duhej të kishte folur.
por ai gjithashtu e dinte se kishte momente kur kishte qëndruar fort. Kishte momente kur kishte bërë gjën e duhur, edhe kur kjo kishte qenë e vështirë. Kishte momente kur kishte treguar pavarësi, edhe kur kjo kishte pasur një çmim. Dhe ndërsa ai shikonte përpara në vitet e mbetura të presidencës së tij, ai e dinte se ato do të ishin po aq të vështira. Ai e dinte se ai nuk do të fitonte kurrë respektin e plot të publikut. Ai e dinte se ai nuk do të linte një trashëgimi të madhe. Ai e dinte se ai do të mbetej në histori si presidenti i rastësishëm që nuk arriti kurrë të realizonte potencialin e plot të pozicionit të tij. Por ai gjithashtu e dinte se ai do të vazhdonte të përpiqej. Ai do të vazhdonte të bënte detyrën e tij. Ai do të vazhdonte të shërbente vendin e tij, edhe nëse askush nuk e vlerësonte atë. Sepse në fund të fundit, kjo ishte gjithçka që ai mund të bënte. Kjo ishte gjithçka që çdo njeri mund të bëjë kur gjendet në një pozitë të vështirë, të vazhdojë të përpiqet, të vazhdojë të shpresojë, të vazhdojë të besojë se edhe kontributet e vogla kanë vlerë. Dhe ndoshta, vetëm ndoshta, kjo do të ishte trashëgimia e vërtetë e Bujar Nishanit, jo arritjet e mëdha, por qëndrueshmëria e vogël. Jo triumfet e dukshme, por dinjiteti i heshtur. Jo lavdia publike, por shërbimi i qetë. Dhe kështu, historia e Bujar Nishanit vazhdon. Një histori e pasgjidhur. Një histori që ende po shkruhet. Një histori që na kujton se në politikë, siç edhe në jetë, ndonjëherë njerëzit gjenden në pozicione që nuk i kanë zgjedhur, duke përballuar sfida që nuk i kanë parashikuar, duke u përpjekur të bëjnë më të mirën e tyre në rrethana të pamundura. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është gjithçka që mund të kërkojmë nga ta, jo perfeksionin, por përpjekjen. Jo madhështinë, por sinqeritetin. Jo triumfin, por qëndrueshmërinë. Vazhdimi i skenari, pjesa e 4 finale, në janar të vitit 2015, Bujar Nishani hyri në vitin e 3 të presidencës së tij me një vendosmëri të re. Ai kishte kaluar 2 vjet e gjysmë duke u përpjekur të gjente ekuilibrin e duhur, duke u përpjekur të kënaqë të gjithë, duke u përpjekur të shmangë konfliktet. Por tani ai kishte arritur në një përfundim të rëndësishëm, ai nuk mund të kënaqte të gjithë. Ai nuk mund të ishte presidenti që Partia Demokratike donte dhe njëkohësisht presidenti që Partia Socialiste respektonte. Ai nuk mund të ishte i fortë dhe i dobët në të njëjtën kohë. Ai duhej të zgjidhte një rrugë dhe ta ndiqte atë, pavarësisht nga pasojat. Kjo vendosmëri e re u testua menjëherë. Në shkurt të atij viti, qeveria miratoi një ligj që kishte të bënte me reformën në sistemin e arsimit. Ligji ishte kontrovers sepse përfshinte ndryshime të mëdha në kurrikulën shkollore, në sistemin e vlerësimit të mësuesve dhe në mënyrën se si financoheshin shkollat. Sindikatat e mësuesve protestuan. Partia Demokratike e kritikoi ligjin. Dhe shumë prindër shprehën shqetësime. Kur ligji i erdhi Bujar Nishanit për dekretim, ai gjendej përsëri në një pozitë të vështirë. Por kësaj here, Bujar Nishani nuk hezitoi. Ai e studioi ligjin me kujdes, konsultoi ekspertë të arsimit, takoi përfaqësues të sindikatave, dëgjoi shqetësimet e prindërve. Dhe pastaj ai mori një vendim që shumë njerëz nuk e prisnin. Ai e ktheu ligjin në kuvend, duke dhënë një arsyetim prej 30 faqesh ku shpjegonte në detaje pse ai mendonte se ligji kishte probleme serioze. Ai nuk tha se ishte kundër reformës në arsim. Ai tha se reforma ishte e nevojshme, por se ky ligj specifik nuk e arrinte qëllimin e tij dhe mund të shkaktonte më shumë dëm se sa dobi. Reagimi nga qeveria ishte i parashikueshëm. Edi Rama e akuzoi Bujar Nishanin se po bëhej pengesë për reforma. Ministria e Arsimit doli dhe tha se presidenti nuk e kuptonte kompleksitetin e sistemit arsimor. Mediat proqeveritare filluan një fushatë kundër presidentit. Por kësaj here, diçka e ndryshme ndodhi. Shumë mësues, shumë prindër, shumë ekspertë të pavarur të arsimit dolën në mbështetje të Bujar Nishanit. Ata thanë se presidenti kishte ngritur shqetësime të vlefshme. Ata thanë se ligji vërtet kishte probleme që duhej të adresoheshin. Ata thanë se ishte mirë që dikush po i kushtonte vëmendje detajeve, jo vetëm retorikës së reformës. Për herë të parë që kur kishte filluar presidenca e tij, Bujar Nishani gjendej në një pozitë ku kishte mbështetje të gjerë nga njerëz të thjeshtë, jo nga politikanë. Për herë të parë, ai po shihej si dikush që po mbrojte interesat e qytetarëve, jo interesat e partive. Për herë të parë, ai po fitonte respekt jo për atë që thoshte, por për atë që bënte.
Dhe kjo i dha atij një forcë të re, një besim të ri, një shpresë të re se ndoshta ai mund të bënte një ndryshim të vërtetë. Kuvendi votoi përsëri për ligjin, por kësaj here bëri ndryshime të konsiderueshme për të adresuar shumicën e shqetësimeve që presidenti kishte ngritur. Sindikatat e mësuesve shprehen kënaqësi. Prindërit thanë se zëri i tyre ishte dëgjuar. Dhe Bujar Nishani e dekretoi ligjin e rishikuar, duke thënë se ndryshimet e bëra kishin përmirësuar ndjeshëm tekstin. Ishte një fitore e qartë, një shembull konkret se si presidenti mund të luante një rol konstruktiv në procesin legjislativ. Në mars të atij viti, Bujar Nishani mori një tjetër vendim të rëndësishëm. Ai vendosi të fillonte një seri takimesh mujore me qytetarë të thjeshtë në qytete të ndryshme të Shqipërisë. Jo takime protokollare, por takime të hapura ku çdo qytetar mund të vinte dhe të fliste drejt për drejt me presidentin. Ishte një ide e thjeshtë, por që asnjë president shqiptar nuk e kishte bërë më parë. Dhe reagimi ishte i jashtëzakonshëm. Në takimin e parë në Shkodër, erdhën më shumë se 500 njerëz. Ata sollën shqetësimet e tyre, problemet e tyre, shpresat e tyre. Dhe Bujar Nishani i dëgjoi të gjithë me durim. Ai nuk mund të zgjidhte problemet e tyre. Ai nuk kishte pushtetin për ta bërë këtë. Por ai mund t'i dëgjonte. Ai mund të merrte shënim. Ai mund të përcillte shqetësimet e tyre te institucionet përkatëse. Ai mund t'u jepte atyre ndjenjen se dikush po i dëgjonte, se dikush po u kushtonte vëmendje, se dikush po u tregonte respekt. Dhe për shumë nga ata njerëz, kjo ishte e mjaftueshme. Kjo ishte më shumë se sa kishin marrë ndonjëherë nga ndonjë zyrtar tjetër. Në prill të atij viti, ndodhi diçka që askush nuk e kishte parashikuar. Një gazetë e madhe kombëtare publikoi një artikull të gjatë për Bujar Nishanin me titullin Presidenti që po gjen veten. Artikulli analizonte ndryshimin që kishte ndodhur në presidencën e tij gjatë vitit të fundit. Ai fliste për mënyrën se si Bujar Nishani kishte kaluar nga të qenit një figurë e dobët dhe e marginalizuar, në të qenit një zë i respektuar që po luante një rol konstruktiv. Artikulli nuk e idealizonte atë. Ai ende fliste për gabimet e tij, për dobësitë e tij, për kufizimet e pozicionit të tij. Por ai gjithashtu njihte se diçka kishte ndryshuar, se Bujar Nishani po gjente një mënyrë për të qenë president që ishte e ndryshme nga ajo që të tjerët kishin pritur, por që ishte e vlefshme megjithatë. Artikulli shkaktoi një debat të madh. Disa njerëz thanë se ishte shumë vonë për Bujar Nishanin të ndryshonte perceptimin që njerëzit kishin për të. Të tjerë thanë se ndryshimi ishte real dhe se duhej të njihej. Dhe disa thanë se pavarësisht nga ndryshimi, Bujar Nishani ende nuk kishte forcën që një president duhej të kishte. Por pavarësisht nga mendimet e ndryshme, një gjë ishte e qartë, njerëzit po fillonin ta shikonin Bujar Nishanin në një dritë të re. Ai nuk ishte më thjesht presidenti i rastësishëm. Ai po bëhej diçka më komplekse, diçka më interesante, diçka më njerëzore. Në maj të vitit 2015, Bujar Nishani u përball me një nga sfidat më të vështira të presidencës së tij. Një ish-ministër i qeverisë së Sali Berishës u dënua me burgim për korrupsion. Ishte një vendim gjyqësor që shkaktoi reagime të forta nga të dyja anët. Partia Demokratike e quajti vendimin një drejtësi politike. Partia Socialiste e festoi si një fitore të luftës kundër korrupsionit. Dhe ish-ministri i dënuar kërkoi falje presidenciale nga Bujar Nishani. Kjo ishte një nga kompetencat më delikate që presidenti kishte, e drejta për të dhënë falje. Dhe në këtë rast, çdo vendim që Bujar Nishani do të merrte do të kishte pasoja të mëdha politike. Nëse ai jepte falje, do të akuzohej se po mbrojte korrupsionin dhe se po shërbente interesat e Partisë Demokratike. Nëse ai refuzonte të jepte falje, do të akuzohej se po lejonte që drejtësia të përdorej për qëllime politike. Nuk kishte një zgjidhje të mirë. Kishte vetëm zgjidhje të vështira me pasoja të ndryshme. Bujar Nishani e studioi rastin me kujdes të jashtëzakonshëm. Ai lexoi të gjithë dosjen gjyqësore. Ai konsultoi ekspert ligjor. Ai studioi precedent nga vende të tjera. Ai mendoi për parimet kushtetuese. Ai mendoi për drejtësinë. Ai mendoi për pasojat. Dhe pas javësh reflektimi, ai mori një vendim, ai refuzoi të jepte falje. Ai dha një shpjegim të detajuar ku tha se faljet presidenciale duhet të jepen vetëm në rrethana të jashtëzakonshme, kur ka prova të qarta se ka pasur një padrejtësi në procesin gjyqësor.
Ai tha se në këtë rast, procesi kishte qenë i rregull dhe vendimi gjyqësor duhej të respektohej. Reagimi nga Partia Demokratike ishte i ashpër. Sali Berisha e akuzoi Bujar Nishanin se kishte tradhtuar një ish koleg. Ai tha se presidenti kishte humbur çdo kredibilitet. Ai tha se Bujar Nishani kishte provuar se ishte thjesht një mjet i Edi Ramës. Ishin akuza të dhimbshme që vinin nga njeriu që më shumë se kushdo tjetër kishte qenë përgjegjës për zgjedhjen e Bujar Nishanit. Por kësaj here, Bujar Nishani nuk u trondi. Ai e kishte pritur këtë reagim. Ai e kishte pranuar që ky do të ishte çmimi i vendimit të tij. Dhe ai ishte i gatshëm ta paguante atë. Sepse ai kishte kuptuar diçka të rëndësishme, nëse ai donte të ishte një president me integritet, ai duhej të ishte i gatshëm të paguante çmimin e atij integriteti. Ai duhej të ishte i gatshëm të humbas mbështetjen e atyre që e kishin zgjedhur. Ai duhej të ishte i gatshëm të qëndronte i vetëm. Sepse në fund të fundit, integriteti nuk ka vlerë nëse nuk ka kosto. Dhe Bujar Nishani tani ishte i gatshëm të paguante atë kosto. Në qershor të vitit 2015, në përvjetorin e tretë të zgjedhjes së tij, Bujar Nishani dha një fjalim në kuvend ku foli për përvojën e tij si president. Ai foli me një sinqeritet që shumë njerëz nuk e kishin parë më parë. Ai pranoi se kishte filluar presidencën me iluzione. Ai kishte menduar se mund të ishte një president që do të bashkonte të gjithë. Ai kishte menduar se mund të ishte një figurë konsensuale që do të respektohej nga të gjitha palët. Por ai kishte mësuar se kjo ishte e pamundur. Ai kishte mësuar se në një vend të polarizuar politikisht, çdo veprim interpretohej nëpërmjet lenteve partijake. Ai kishte mësuar se pavarësia kishte një çmim dhe se ai çmim ishte vetmia. Por ai gjithashtu tha se nuk ishte penduar. Ai tha se kishte mësuar se roli i presidentit nuk ishte të ishte i dashur nga të gjithë, por të bënte gjën e duhur edhe kur kjo nuk ishte popullore. Ai tha se kishte mësuar se integriteti ishte më i rëndësishëm se populariteti. Ai tha se kishte mësuar se shërbimi ndaj vendit nuk matej në lavde publike, por në ndërgjegjen private. Ishte një fjalim i fuqishëm që tregonte se Bujar Nishani kishte pjekur, se ai kishte evoluar, se ai kishte gjetur një kuptim të ri të asaj që do të thoshte të ishte president. Në korrik të atij viti, Bujar Nishani mori një vendim që shumë njerëz e konsideruan si simbolik. Ai vendosi të hapte arkivat e presidencës për publikun. Çdo dokument, çdo vendim, çdo korrespondencë që nuk përmbante informacion të klasifikuar për sigurinë kombëtare, do të bëhej i disponueshëm për gazetarët, për studiuesit, për qytetarët. Ishte një nivel transparence që asnjë president shqiptar nuk e kishte ofruar më parë. Dhe ishte një shenjë e besimit, Bujar Nishani nuk kishte asgjë për të fshehur. Ai ishte i gatshëm që çdo vendim i tij të shqyrtohej, të analizohej, të kritikohej. Kur arkivat u hapën, gazetarët filluan të studiojnë dokumentet. Dhe ajo që gjetën ishte interesante. Ata gjetën se Bujar Nishani kishte qenë shumë më aktiv se sa mendoi. Ata gjetën se ai kishte refuzuar të dekretonte më shumë ligje se sa çdo president tjetër në historinë moderne të Shqipërisë. Ata gjetën se ai kishte dhënë arsyetime të detajuara ligjore për çdo vendim. Ata gjetën se ai kishte konsultuar me qindra ekspertë të ndryshëm. Ata gjetën se ai kishte marrë seriozisht rolin e tij si gardian i kushtetutës, edhe kur kjo e kishte vënë atë në konflikt me të dyja palët politike. Kjo zbulim ndryshoi narrativën për Bujar Nishanin. Mediat filluan të shkruanin artikuj me tituj si Presidenti që nuk e dinim dhe Bujar Nishani, më aktiv se sa mendonim. Njerëzit filluan të kuptojnë se ndoshta ata kishin qenë të padrejtë ndaj tij. Ndoshta ai nuk kishte qenë aq i dobët sa mendonin. Ndoshta ai kishte punuar në heshtje, pa kërkuar vëmendje, pa kërkuar lavde. Ndoshta ai kishte qenë një lloj tjetër presidenti, jo karizmatiku që mbante fjalime të mëdha, por teknokrati që bënte punën e tij me kujdes dhe me përgjegjësi. Në gusht të atij viti, Bujar Nishani bëri një udhëtim të pazakontë. Ai vendosi të vizitonte të gjitha 28 rrethet e Shqipërisë në një periudhë prej një muaji. Jo për takime zyrtare me zyrtar lokal, por për takime me qytetar të thjeshtë. Ai shkoi në fshatrat më të largëta. Ai vizitoi komunitetet më të varfra. Ai takoi njerëz që asnjë president nuk i kishte vizituar ndonjëherë. Dhe ai i dëgjoi ata. Ai mori shënim të problemeve të tyre. Ai premtoi se do të bënte gjithçka që ishte në pushtetin e tij për t'i ndihmuar.
Ky udhëtim nuk mori shumë vëmendje nga mediat kombëtare. Por në ato komunitete që ai vizitoi, ai la një përshtypje të thellë. Njerëzit flisnin për presidentin që kishte ardhur dhe i kishte dëgjuar. Flisnin për presidentin që nuk kishte ardhur me pompë dhe ceremoni, por me thjeshtësi dhe respekt. Flisnin për presidentin që kishte treguar se u kushtonte vëmendje, se i konsideronte të rëndësishëm, se i respektonte. Dhe për Bujar Nishanin, kjo ishte më e vlefshme se çdo artikull në gazeta, se çdo lavdërim nga politikan, se çdo vlerësim nga ekspert. Në shtator të vitit 2015, Shqipëria u përball me një krizë të re. Një skandal korrupsioni trondit qeverinë e Edi Ramës. Një ministër u akuzua për përfshirje në skema të dyshimta. Opozita kërkoi dorëheqjen e tij. Qeveria u përpoq ta mbrojë. Dhe vendi u zhyt përsëri në një krizë politike. Të gjithë shikuan te presidenti për të parë se çfarë do të bënte. A do të heshte? A do të fliste? A do të merrte një pozicion? Bujar Nishani nuk hezitoi. Ai doli me një deklaratë të qartë ku tha se akuzat ishin serioze dhe se duhej të hetoheshin me kujdes. Ai tha se nëse akuzat provoheshin të vërteta, ministri duhej të jepte dorëheqjen. Ai tha se asnjë zyrtar, pavarësisht nga pozicioni i tij, nuk duhej të ishte mbi ligjin. Ishte një deklaratë e fortë që tregonte se Bujar Nishani nuk kishte frikë të fliste, edhe kur kjo do të thoshte të kritikonte qeverinë. Qeveria nuk e pëlqeu deklaratën. Disa ministra dolën dhe thanë se presidenti po të i kalonte kompetencat e tij. Por publiku reagoi ndryshe. Shumë njerëz lavdëruan Bujar Nishanin për guximin e tij. Ata thanë se ishte mirë që dikush po fliste kundër korrupsionit, pavarësisht nga përkatësia partijake. Ata thanë se kjo ishte saktësisht roli që presidenti duhej të luante, të ishte një zë i pavarur që mbante të gjithë përgjegjës. Në fund, ministri dha dorëheqjen. Nuk ishte e qartë nëse kjo ishte për shkak të presionit nga presidenti, apo për shkak të presionit publik, apo për shkak të presioneve nga brenda qeverisë. Por pavarësisht nga arsyeja, Bujar Nishani kishte luajtur një rol në këtë rezultat. Ai kishte treguar se zëri i tij kishte peshë. Ai kishte treguar se ai mund të ndikonte në ngjarje, edhe nëse nuk kishte pushtetin formal për ta bërë këtë. Në tetor të atij viti, Bujar Nishani mori një vendim personal që do të ndikonte në mënyrën se si ai do të kujtohej. Ai vendosi të shkruante një libër për përvojën e tij si president. Jo një libër politik që do të akuzonte kundërshtarët e tij, por një libër reflektues që do të shpjegonte sfidat e pozicionit, mësimet që kishte mësuar, gabimet që kishte bërë. Ai filloi të punonte në këtë libër çdo mbrëmje, duke shkruar me dorë, duke reflektuar mbi çdo moment të rëndësishëm të presidencës së tij. Libri nuk do të publikohej derisa ai të largohej nga detyra. Por procesi i shkrimit ishte terapeutik për të. Ai lejonte atij të procesonte përvojën e tij, të kuptonte atë në një mënyrë më të thellë, të gjente kuptim në momente që në kohën e tyre kishin dukur kaotike dhe pa kuptim. Ai shkruante për natën e 24 qershorit 2012, për takimet e fshehta, për presionet, për marrëveshjet. Ai shkruante për vitet e para të presidencës, për gabimet, për dobësitë, për vetmin. Ai shkruante për ndryshimin që kishte ndodhur, për mënyrën se si ai kishte gjetur forcën për të qëndruar i pavarur. Në nëntor të vitit 2015, Bujar Nishani mori një vendim që shumë njerëz e konsideruan si të guximshëm. Ai vendosi të refuzonte të dekretonte buxhetin e shtetit që kuvendi kishte miratuar. Ai tha se buxheti kishte probleme serioze, shpenzime të paqarta, prioritete të gabuara, mungesë transparence. Ai tha se si president, ai nuk mund të nënshkruante një dokument që nuk e konsideronte në interesin e vendit. Ishte një vendim i paprecedent që shkaktoi një krizë kushtetuese. Qeveria reagoi me ashpërsi. Edi Rama e akuzoi Bujar Nishanin se po përpiqej të bllokonte funksionimin e shtetit. Ai tha se presidenti po vepronte në mënyrë irresponsabile. Ai kërcënoi se do të merrte masa ligjore. Por Bujar Nishani nuk u tërhoq. Ai tha se ai kishte të drejtën kushtetuese për të refuzuar të dekretonte një ligj që ai konsideronte problematik. Ai tha se ai ishte i gatshëm të shkonte në gjykatën kushtetuese nëse ishte e nevojshme. Në fund, pas 2 javësh negociatash intensive, u arrit një kompromis. Qeveria pranoi të bënte disa ndryshime në buxhet për të adresuar shqetësimet e presidentit. Bujar Nishani e dekretoi buxhetin e rishikuar.
Ishte një fitore e pjesshme për të dyja palët, por ishte gjithashtu një demonstrim I fuqishëm se presidenti kishte pushtet real kur vendoste ta ushtronte atë. Ishte një demonstrim se Bujar Nishani nuk ishte më presidenti I rastësishëm I dobët që njerëzit kishin menduar se ishte. Ai ishte bërë një figurë që duhej të merrej seriozisht. Në dhjetor të vitit 2015, ndërsa viti po mbyllej, Bujar Nishani bëri një bilanc të vitit që kishte kaluar. Ishte qenë një vit transformues. Ai kishte gjetur zërin e tij. Ai kishte gjetur forcën e tij. Ai kishte gjetur mënyrën e tij për të qenë president. Nuk ishte mënyra që të tjerët kishin pritur. Nuk ishte mënyra që ai vetë kishte imagjinuar në fillim. Por ishte një mënyrë që funksiononte. Ishte një mënyrë që I lejonte atij të ruante integritetin e tij, të luante një rol konstruktiv, të bënte një ndryshim të vërtetë. Ai e dinte se ai ende nuk ishte I dashur nga të gjithë. Ai e dinte se ai ende kritikohej nga të dyja palët politike. Ai e dinte se ai ende nuk kishte respektin e plot të publikut. Por ai gjithashtu e dinte se ai kishte fituar diçka më të vlefshme, respektin e vetes. Ai kishte provuar se ai mund të qëndronte I pavarur. Ai kishte provuar se ai mund të bënte gjën e duhur edhe kur kjo ishte e vështirë. Ai kishte provuar se ai nuk ishte thjesht presidenti I rastësishëm, por një president që kishte gjetur mënyrën e tij për të shërbyer vendin e tij. Dhe ndërsa ai shikonte përpara në vitet e mbetura të presidencës së tij, ai e dinte se do të kishte sfida të tjera. Do të kishte momente të tjera të vështira. Do të kishte vendime të tjera të dhimbshme. Por ai gjithashtu e dinte se ai tani kishte forcën për t'i përballuar ato. Ai kishte mësuar se forca nuk vinte nga populariteti, por nga integriteti. Ai kishte mësuar se suksesi nuk matej në lavde, por në ndërgjegje. Ai kishte mësuar se trashëgimia e vërtetë e një presidenti nuk ishte ajo që thonin gazetat, por ajo që ndjente zemra. Dhe kështu, historia e Bujar Nishanit vazhdon të shkruhet. Një histori e transformimit. Një histori e gjetjes së vetes në mes të krizës. Një histori që na mëson se ndonjëherë njerëzit që fillojnë si të dobët mund të bëhen të fortë. Se ndonjëherë ata që duken si zgjedhje të rastësishme mund të bëhen zgjedhje me kuptim. Se ndonjëherë udhëtimi nga dobësia në forcë është më frymëzues se sa të qenit gjithmonë I fortë. Kjo është historia e natës kur u zgjodh Bujar Nishani. Por është gjithashtu historia e viteve që erdhën pas asaj nate. Historia e një njeriu që u gjet në vendin e gabuar në kohën e gabuar, por që gjeti mënyrën për ta bërë atë vendin e duhur. Historia e një njeriu që filloi si presidenti I rastësishëm, por që përfundoi si diçka më shumë, një president që gjeti kuptimin e vërtetë të shërbimit publik. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është mësimi më I madh I kësaj historie, se nuk ka rëndësi se si fillon udhëtimi, por se si e përfundon atë. Se nuk ka rëndësi nëse je zgjedhja e parë apo zgjedhja e fundit, por se çfarë bën me mundësinë që të jepet. Se nuk ka rëndësi nëse fillon I dobët, por nëse gjen forcën për të qëndruar I fortë kur ka më shumë rëndësi. Dhe Bujar Nishani, pavarësisht të gjitha gabimeve të tij, pavarësisht të gjitha dobësive të tij, pavarësisht të gjitha kritikave ndaj tij, gjeti atë forcë. Dhe kjo, më shumë se çdo gjë tjetër, është arsyeja pse historia e tij meriton të tregohet. Fundi I skenarëve numri total I karaktereve, rreth 20.000 karaktere në këtë pjesë të katërt, duke sjell totalin e përgjithshëm të skenarëve në rreth 70.000 karaktere, siç kërkoi vazhdimi I skenarëve. Pjesa e 5 përfundimtare në janar të vitit 2016, Bujar Nishani hyri në vitin e 4 të presidencës së tij me një ndjenjë të re qartësie. Ai kishte kaluar 3 vjet duke u përpjekur të gjente ekuilibrin e duhur midis pavarësisë dhe bashkëpunimit, midis forcës dhe diplomacisë, midis idealizmit dhe realizmit. Tani ai e dinte se çfarë lloj presidenti donte të ishte për 2 vitet e mbetura, një president që nuk kishte frikë të fliste të vërtetën, edhe kur kjo e vendoste atë në konflikt me të gjithë. Një president që e kuptonte se trashëgimia e tij nuk do të ishte e përsosur, por që të paktën do të ishte e ndershme. Por realiteti politik I Shqipërisë nuk I jepte shumë hapësirë për idealizma. Në shkurt të atij viti, vendi u përball me një krizë të re kur opozita vendosi të bojkotonte kuvendin për herë të dytë në 3 vjet. Arsyeja këtë herë ishte një akuzë e re e korrupsioni që përfshinte një zyrtar të lartë të qeverisë. Partia Demokratike kërkoi hetim të pavarur. Qeveria refuzoi, duke thënë se drejtësia po bënte punën e saj. Dhe përsëri, vendi u zhyt në një krizë që kërcënonte stabilitetin institucional.
Bujar Nishani e dinte se ai nuk kishte pushtetin për të detyruar palët të uleshin në tryezë. Por ai kishte diçka tjetër, autoritetin moral që kishte ndërtuar gjatë 3 viteve të fundit. Ai thiri një takim me liderët e të dyja palëve. Nuk ishte një takim zyrtar, por një takim privat në rezidencën presidenciale. Nuk kishte media. Nuk kishte këshilltar. Ishte vetëm ai, Edi Rama dhe Lulzim Basha, pasardhësi i Sali Berishës në krye të Partisë Demokratike. Në atë takim, Bujar Nishani foli me një sinqeritet që i befasoi të dy liderët. Ai tha se ai e kuptonte se të dy kishin arsyet e tyre për të vepruar siç po vepronin. Ai tha se ai e kuptonte se politika ishte një lojë e vështirë ku çdo lëvizje kishte pasoja. Por ai gjithashtu tha se vendi nuk mund të vazhdonte kështu. Ai tha se çdo krizë e re dobësonte institucionet. Ai tha se çdo bojkot i ri largonte Shqipërinë nga ëndra e saj evropiane. Ai tha se ishte koha që të dy të vendosnin interesin kombëtar mbi interesin partijak. Nuk ishte një fjalim i gjatë. Nuk ishte një fjalim i mbushur me retorikë të lartë. Por ishte një fjalim i sinqert që erdhi nga zemra. Dhe për një moment, në atë dhomë, larg syve të publikut, larg presionit të mediave, larg lojrave politike, dy liderët që ishin armiq të betuar dëgjuan. Ata nuk ranë dakord për gjithçka. Ata nuk zgjidhen të gjitha problemet. Por ata ranë dakord të fillonin një dialog. Ata ranë dakord të kërkonin një zgjidhje. Ata ranë dakord të provonin, të paktën, të vinin vendin para partisë. A ishte kjo për shkak të Bujar Nishanit? A ishte për shkak të presionit ndërkombëtar? A ishte për shkak të lodhjes së publikut nga kriza të vazhdueshme? Ndoshta ishte një kombinim i të gjithë këtyre faktorëve. Por ata që ishin pranë procesit thonë se Bujar Nishani luajti një rol të rëndësishëm. Jo sepse ai kishte pushtet formal, por sepse ai kishte fituar respekt. Jo sepse ai mund t'i detyronte ata, por sepse ai kishte treguar se ai vet ishte i gatshëm të vinte interesin kombëtar para interesit personal. Në mars të atij viti, dialogu filloi. Nuk shkoi lehtë. Kishte momente kur dukej se do të dështonte. Kishte momente kur të dyja palët kërcënuan të largoheshin. Por çdo herë që tensionet rriteshin, Bujar Nishani ishte atje për të kujtuar palët pse kishin filluar këtë proces. Ai nuk ishte ndërmjetësi formal. Ai nuk drejtonte takimet. Por ai ishte një prani e qetë që kujtonte të gjithë se kishte diçka më të madhe në lojë se sa fitore partijake. Në prill të atij viti, dialogu prodhoi rezultate të para. Palët ranë dakord për disa reforma në sistemin zgjedhor. Nuk ishin reformat që opozita kishte kërkuar plotësisht. Nuk ishin reformat që qeveria kishte dashur. Por ishin reforma që të dyja palët mund t'i pranonin. Ishin reforma që do të përmirësonin procesin zgjedhor, edhe nëse nuk e bënin atë të përsosur. Ishin reforma që tregonin se kompromisi ishte i mundur kur kishte vullnet. Kur këto reforma u miratuan në kuvend, Bujar Nishani ishte atje për ceremoninë. Ai nuk mbajti një fjalim të gjatë. Ai thjesht tha se kjo ishte një shembull i asaj që mund të arrijej kur politikanët vendosnin interesin kombëtar para interesit partijak. Ai tha se ai shpresonte se kjo do të ishte fillimi i një kulture të re politike në Shqipëri. Ai tha se ai ishte krenar që kishte luajtur një rol, edhe nëse ai rol kishte qenë i vogël në këtë proces. Por jo të gjithë ishin të lumtur. Disa në Partinë Demokratike mendonin se Lulzim Basha kishte bërë shumë koncesione. Disa në Partinë Socialiste mendonin se Edi Rama kishte qenë shumë i butë. Dhe disa në të dyja palët mendonin se Bujar Nishani kishte luajtur një rol që nuk i përkiste. Ata thonin se ai kishte tejkaluar kompetencat e tij. Ata thonin se ai kishte vepruar si një politikan, jo si një president. Ata thonin se ai kishte humbur neutralitetin e tij. Por Bujar Nishani nuk u shqetësua nga këto kritika. Ai e kishte kuptuar tashmë se çdo gjë që ai bënte do të kritikohej nga dikush. Ai e kishte kuptuar se neutraliteti i vërtet nuk do të thoshte të mos bëje asgjë, por të veproje në interesin e vendit pavarësisht nga presionet partijake. Ai e kishte kuptuar se ndonjëherë presidenti duhej të merrte rreziqe, të dilte nga zona e tij e rehatis, të luante një rol që ndoshta nuk ishte i përcaktuar qartë në kushtetut, por që ishte i nevojshëm për vendin. Në maj të vitit 2016, Bujar Nishani mori një vendim që do të shkaktonte kontroversë të madhe.
Ai vendosi të refuzonte të dekretonte një ligj që kishte të bënte me emërimet në administratën publike. Ligji I jepte qeverisë pushtet të gjerë për të shkarkuar dhe emëruar zyrtar pa një proces transparent konkurrimi. Bujar Nishani tha se ky ligj ishte në kundërshtim me parimet e meritokracisë dhe se do të hapte derën për emërime politike që do të dëmtonin cilësinë e administratës publike. Qeveria reagoi me ashpërsi. Ata thanë se presidenti po përpiqej të bllokonte reformën në administratën publike. Ata thanë se ligji ishte I nevojshëm për të pastruar administratën nga njerëz të korruptuar që ishin emëruar gjatë qeverisjes së mëparshme. Ata thanë se Bujar Nishani po mbrojte interesat e Partisë Demokratike, jo interesin kombëtar. Ishin akuza të njohura që Bujar Nishani I kishte dëgjuar shumë herë më parë. Por kësaj here diçka e ndryshme ndodhi. Shoqëria civile doli në mbështetje të Bujar Nishanit. Organizata të ndryshme që punonin për transparencë dhe qeverisje të mirë thanë se presidenti kishte ngritur shqetësime të vlefshme. Ata thanë se ligji vërtet kishte probleme që mund të çonin në abuzim. Ata thanë se ishte mirë që dikush po I kushtonte vëmendje këtyre detajeve. Dhe kjo mbështetje nga shoqëria civile I dha Bujar Nishanit një legjitimitet që ai nuk e kishte pasur më parë. Kuvendi votoi përsëri për ligjin, por kësaj here bëri ndryshime të konsiderueshme për të adresuar shqetësimet e presidentit. Ushtuan dispozita për transparencë. Ushtuan mekanizma për të siguruar që emërimet të bëheshin bazuar në merit. Ushtuan garanci kundër shkarkimeve arbitrare. Dhe Bujar Nishani e dekretoi ligjin e rishikuar, duke thënë se ndryshimet e bëra kishin përmirësuar ndjeshëm tekstin. Ishte një fitore e qartë për Bujar Nishanin. Ishte një demonstrim se ai kishte gjetur mënyrën për të ndikuar në procesin legjislativ në një mënyrë konstruktive. Ishte një demonstrim se ai nuk ishte thjesht një figurë që thoshte po ose jo, por një figurë që angazhohej me përmbajtjen e ligjeve dhe që kontribuonte në përmirësimin e tyre. Ishte një demonstrim se presidenca e tij kishte evoluar nga ajo që kishte qenë në fillim. Në qershor të atij viti, në përvjetorin e 4 të zgjedhjes së tij, Bujar Nishani dha një intervistë të gjatë për një televizion kombëtar. Ishte një mundësi për të reflektuar mbi 4 vitet që kishin kaluar, për të folur për atë që kishte mësuar, për të folur për atë që do të bënte ndryshe nëse do të kthehej prapa. Gazetari e pyeti, Zoti President, kur shikoni prapa në natën e 24 qershorit 2012, çfarë mendoni tani? A mendoni se ajo natë ju ndryshoi jetën? Bujar Nishani mendoi për një moment të gjatë para se të përgjigjej. Pastaj ai tha, ajo natë ndryshoi gjithçka. Jo vetëm jetën time, por mënyrën se si unë e kuptoja veten, mënyrën se si e kuptoja politikën, mënyrën se si e kuptoja shërbimin publik. Unë hyra në atë natë duke menduar se e dija se çfarë do të thoshte të ishe president. Unë dola nga ajo natë duke kuptuar se nuk dija asgjë. Dhe 4 vitet e fundit kanë qenë një proces I vazhdueshëm mësimi, gabimi, rritjeje. A do ta bëja përsëri? Po. A do ta bëja ndryshe? Absolutisht. Por a jam penduar? Asnjëherë. Ishte një përgjigje e ndershme që tregonte pjekurinë që Bujar Nishani kishte arritur. Ai nuk po përpiqej të pretendonte se kishte qenë I përsosur. Ai nuk po përpiqej të mohonte gabimet e tij. Ai thjesht po pranonte se ai kishte qenë një njeri I papërsosur në një pozicion të vështirë, duke bërë më të mirën e tij në rrethana të vështira. Dhe kjo sinqeritet rezonoi me shumë njerëz që po e shikonin. Në korrik të atij viti, Bujar Nishani mori një vendim që do të përcaktonte mënyrën se si ai do të kujtohej. Ai vendosi të fillonte një iniciativë për të dokumentuar historinë e presidencës shqiptare. Ai thiri historian, arkivist, gazetar për të punuar së bashku në krijimin e një arkivi gjithëpërfshirës që do të përmbante dokumente, intervista, analiza për të gjithë presidentët e Shqipërisë që nga viti 1992. Qëllimi ishte të sigurohej se historia e kësaj institucioni të rëndësishme nuk do të humbej, se mësimet e së kaluarës do të ishin të disponueshme për brezat e ardhshëm. Ishte një projekt ambicioz që do të kërkonte vite për t'u përfunduar. Por Bujar Nishani e filloi atë me entuziazëm. Ai vetë kontribuoi duke dhënë intervista të gjata për projektin, duke hapur arkivat e presidencës së tij, duke ndarë reflektimet e tij për sfidat që kishte përballuar. Ai donte që historia e tij të tregohej plotësisht, me të gjitha gabimet dhe arritjet, me të gjitha dobësitë dhe forcat, me të gjithë kompleksitetin e saj.
Në gusht të atij viti, Bujar Nishani bëri një udhëtim të fundit nëpër Shqipëri. Ai vizitoi përsëri të 28 rrethet, por kësaj here me një qëllim të ndryshëm. Ai donte të falënderonte njerëzit që e kishin mbështetur gjatë 4 viteve. Ai donte të dëgjonte nga ta se çfarë mendonin për presidencën e tij. Ai donte të merrte feedback që do ta ndihmonte të kuptonte se çfarë kishte funksionuar dhe çfarë nuk kishte funksionuar. Ajo që ai dëgjoi ishte interesante. Shumë njerëz i thanë se ata e kishin parë atë të ndryshonte me kalimin e kohës. Ata thanë se në fillim ai kishte dukur i pasigurt, i dobët, i humbur. Por me kalimin e viteve, ata kishin parë se ai kishte gjetur forcën e tij. Ata kishin parë se ai kishte filluar të fliste me më shumë besim. Ata kishin parë se ai kishte filluar të merrte vendime të vështira. Ata kishin parë se ai kishte filluar të qëndronte për atë që besonte, edhe kur kjo e vendoste atë në konflikt me të fuqishmin. Dhe shumë prej tyre i thanë se ata e respektonin atë për këtë. Jo sepse ai kishte qenë i përsosur, por sepse ai kishte qenë i sinqert. Jo sepse ai kishte fituar çdo betejë, por sepse ai kishte luftuar betejat që mendonin se ishin të rëndësishme. Jo sepse ai kishte qenë gjithmonë i fortë, por sepse ai kishte gjetur forcën kur kishte pasur më shumë rëndësi. Dhe për Bujar Nishanin, kjo ishte vlerësimi më i mirë që ai mund të merrte. Në shtator të vitit 2016, Bujar Nishani mori një vendim që do të shkaktonte debat të madh. Ai vendosi të japë një seri intervistash ku do të fliste hapur për natën e 24 qershorit 2012. Ai vendosi të tregonte atë që ai dinte për takimet e fshehta, për presionet, për marrëveshjet. Ai vendosi të hapte dosjen që kishte qenë e mbyllur për 4 vjet. Ai vendosi të tregonte të vërtetën, edhe nëse kjo do të shkaktonte kontroversë. Kur intervistat u publikuan, ato shkaktuan një tërmend. Bujar Nishani tregoi detaje që askush nuk i dinte më parë. Ai tregoi për telefonatat nga zyrtarë ndërkombëtar. Ai tregoi për takimet midis përfaqësuesve të Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste. Ai tregoi për presionet që ishin bërë mbi opozitën për të mos bojkotuar votimin. Ai tregoi për marrëveshjet që ishin diskutuar, edhe nëse ato nuk ishin formalizuar kurrë. Ai tregoi për mënyrën se si emri i tij kishte dalë si një kompromis, jo si një zgjedhje ideale. Reagimet ishin të përziera. Disa e akuzuan se po tradhtonte besimin e atyre që e kishin zgjedhur. Të tjerë e lavdëruan për guximin e tij për të folur të vërtetën. Disa thanë se ai po përpiqej të rishkruante historinë për të përmirësuar imazhin e tij. Të tjerë thanë se ai po bënte një shërbim publik duke dokumentuar atë që kishte ndodhur vërtet. Por pavarësisht nga reagimet, një gjë ishte e qartë, Bujar Nishani kishte vendosur se transparenca ishte më e rëndësishme se reputacioni i tij personal. Në tetor të atij viti, Bujar Nishani dha një fjalim në Akademinë e Shkencave ku foli për të ardhmen e presidencës shqiptare. Ai tha se institucioni kishte nevojë për reforma. Ai tha se presidenti duhej të kishte më shumë pushtet për të luajtur një rol më aktiv në jetën politike. Ai tha se mënyra aktuale e zgjedhjes së presidentit, ku ai zgjidhej nga kuvendi dhe jo nga populli, e bënte atë shumë të varur nga partitë politike. Ai tha se një president i zgjedhur drejt për drejt nga populli do të kishte më shumë legjitimitet dhe më shumë forcë për të qëndruar i pavarur. Ishin propozime radikale që shkaktuan debat të madh. Disa thanë se Bujar Nishani kishte të drejtë dhe se ishte koha për të menduar për reforma kushtetuese. Të tjerë thanë se ai po përpiqej të zgjeronte pushtetin e pozicionit të tij, sepse ai nuk kishte qenë i aftë ta ushtronte atë pushtet që kishte. Por pavarësisht nga reagimet, Bujar Nishani kishte ngritur një diskutim të rëndësishëm për të ardhmen e institucionit që ai po përfaqësonte. Në nëntor të atij viti, Bujar Nishani filloi të përgatitej për fundin e presidencës së tij. Ai kishte ende 6 muaj në detyrë, por ai donte të sigurohej se ai do t'i përdorte ato muaj në mënyrën më produktive të mundshme. Ai bëri një listë të gjërave që donte të arrinte para se të largohej. Ai donte të përfundonte projektin e arkivave. Ai donte të bënte disa udhëtime të fundit ndërkombëtare për të forcuar marrëdhëniet e Shqipërisë me vendet partnere. Ai donte të dekretonte disa ligje të rëndësishme që ishin në proces. Ai donte të linte një trashëgimi që, edhe nëse nuk ishte e përsosur, ishte e plodhë. Por më e rëndësishmja, ai donte të sigurohej se procesi i zgjedhjes së presidentit të ardhshëm do të ishte më i mirë se ai që kishte çuar në zgjedhjen e tij.
Ai foli publikisht për nevojën që partitë politike të konsultonin më gjerësisht para se të propononin kandidat. Ai foli për nevojën që procesi të ishte më transparent. Ai foli për nevojën që kandidati i ardhshëm të kishte cilësitë e nevojshme për të qenë një president i fortë dhe i pavarur. Ai nuk donte që historia e tij të përsëritej. Ai nuk donte që një person tjetër të gjendej në pozicionin e vështirë në të cilin ai kishte gjendur. Në dhjetor të vitit 2016, Bujar Nishani dha fjalimin e tij të fundit të vitit si president. Ai foli për vitin që kishte kaluar, për arritjet dhe sfidat. Por ai gjithashtu foli për 5 vitet që kishin kaluar që kur ai ishte zgjedhur. Ai foli për udhëtimin e tij personal nga pasiguria në besim, nga dobësia në forcë, nga izolimi në lidhje me njerëzit. Ai foli për mësimet që kishte mësuar, për gabimet që kishte bërë, për shpresat që kishte për të ardhmen. Dhe ai përfundoi me një mesazh që rezonoi me shumë njerëz. Ai tha: "Unë nuk jam presidenti i përsosur që Shqipëria meritonte. Unë e di këtë. Por unë jam presidenti që Shqipëria mori në atë moment të vështirë. Dhe unë kam bërë më të mirën time për t'i shërbyer këtij vendi me integritet, me përkushtim, me dashuri. Nëse historia do të më gjykojë ashpër, unë e pranoj këtë. Por unë shpresoj se historia gjithashtu do të njihë se unë kam provuar, se unë kam luftuar, se unë nuk jam dorëzuar kurrë. Dhe në fund të fundit, kjo është gjithçka që çdo njeri mund të bëjë, të provojë, të luftojë, të mos dorëzohet kurrë." Ishte një fjalim i fuqishëm që tregonte pjekurinë dhe urtësinë që Bujar Nishani kishte fituar gjatë 5 viteve. Ishte një fjalim që nuk kërkonte lavde, por që kërkonte kuptim. Ishte një fjalim që nuk pretendonte perfeksion, por që pranonte përpjekjen. Ishte një fjalim që do të mbetej në kujtesën e shumë shqiptarëve si një moment i sinqeritetit të rrallë në politikën shqiptare. Në janar të vitit 2017, Bujar Nishani hyri në 6 muajt e fundit të presidencës së tij me një ndjenjë paqeje. Ai e dinte se ai nuk kishte qenë presidenti më i madh në historinë e Shqipërisë. Ai e dinte se ai nuk do të kujtohej si një figurë transformuese. Por ai gjithashtu e dinte se ai kishte bërë një ndryshim. Ai kishte treguar se edhe një president me pushtet të kufizuar mund të luante një rol të rëndësishëm. Ai kishte treguar se integriteti kishte vlerë. Ai kishte treguar se qëndrueshmëria kishte kuptim. Dhe ndërsa ai shikonte përpara në jetën pas presidencës, ai e dinte se ai do të vazhdonte të kontribuonte në mënyra të tjera. Ai do të shkruante. Ai do të fliste. Ai do të ndante përvojën e tij me brezat e rinj. Ai do të përpiqej të ndihmonte që Shqipëria të ndërtonte institucione më të forta, një demokraci më të shëndetshme, një të ardhme më të ndritur. Sepse në fund të fundit, kjo ishte ajo që e kishte motivuar atë që në fillim, dashuria për vendin e tij dhe dëshira për t'i shërbyer atij. Dhe kështu, historia e Bujar Nishanit, presidentit të rastësishëm, mbyllet jo me një triumf të madh, por me një kuptim të qetë. Kuptimi se ndonjëherë njerëzit më të rëndësishëm nuk janë ata që bëjnë gjërat më të mëdha, por ata që bëjnë gjërat e duhura në momentet e vështira. Kuptimi se trashëgimia e vërtet nuk matet në lavde, por në integritet. Kuptimi se shërbimi i vërtet nuk kërkon njohje, por kërkon vetëm ndërgjigjen e pastër se ke bërë më të mirën tënde. Kjo është historia që filloi në atë natë të 24 qershorit 2012, në ato dhoma të errëta ku fati i një njeriu u vendos nga forcat që lëviznin në hije. Por është gjithashtu historia e mënyrës se si ai njeri, pavarësisht të gjitha vështirësive, gjeti mënyrën për të kthyer atë fat në diçka me kuptim. Dhe ndoshta, në fund të fundit, kjo është mësimi më i madh që mund të marrim nga kjo histori, se nuk ka rëndësi se si fillon udhëtimi, por se si e përfundon atë. Dhe Bujar Nishani e përfundoi udhëtimin e tij me dinjitet, me integritet, me krenari të qetë për atë që kishte arritur në rrethana të pamundura.